Mi mbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, ka mjaft debat sidomos në qarqet intelektuale se elita e politikës në këto 22 vitet e fundit në demokraci nuk ka ndryshuar shumë. Për të mos thënë që pothuajse nuk ka ndryshuar fare. Pse ka ndodhur kjo? Cilat janë arsyet? Çfarë mund të bëjnë të rinj që ta çajnë të rrethim unitetin mes të vjetrëve, le ta quajmë, për të bërë pjesë e politikës aktive? A funksionojnë forumet rinore brenda partive politike? Sepse në fakt sonte kam vendosur të flas për të rinjt në politikë, sepse le që t'jemi të sinqert, ndoshta të ndajmë atë që shumica e qytetarëve mendojnë në darkë kur hapin ekranet dhe debatet televizive. Duket sikur ka një përsëritje të njëjtave figura, të njëjtave tema, të njëjtat gjëra që thuhen shpesh. Po të rinj, çfarë mendojnë? A kanë zë, a kanë peshë, a i dëgjon kush? A duhet ishte mirë t'i dëgjonin? Për këtë debatojmë. Sonte u prezantoj pa humbur kohë panelin, është i ftuar Ilir Kalemaj, sekretari i NIS i PD-s. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Do të përpiqemi të kuptojmë më shumë se si funksionojnë këto organizata, a ka prurje të reja, a ka dëshirë në fundit që të hyjnë në forumet rinore? Është gjithashtu i ftuar zoti Rezard Kthupi, kryetari i FRPD-s në Durrës. Mirëmbrëma. Mirë se erdhet. Është gjithashtu e ftuar Elisa Spiropali, kryetare e Fresh. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe Spiropali. Është gjithashtu i ftuar zoti, jeni kaq të rinj, se si më vjen t'ju tra zoti, Endrit Brahimllari, kryetari i LRI-s. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Gjithashtu i ftuar Adriatik Lapaj nga kryetar i Forumit Rinor të Aleancës Kuqezi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Do të bëhen pjesë e debatit në vijim edhe të ftuar të tjerë nga disa qytete të vendit, por do të kemi dhe një lidhje Skype me shqiptarë që jetojnë jashtë, po që të rinj sigurisht, dhe shohin me një këndvështrim tjetër politikën në Shqipëri dhe dëshirën për të marrë me të. Do ta nisja me një pyetje të parë dhe nuk e di paneli mund ta zgjedh. Ndoshta me Ilirin, a funksionojnë vërtet këto forumet? Se kam përshtypjen që sikur janë pak të përdorur për fasadë, në kohën kur afrohen zgjedhjet të rinia. Si është e vërteta? Faleminderit Ilva për pyetjen. Unë kam dhe një eksperiencë në një farë mënyrë personale me forumet rinore, qofshin të natyrës politike apo jo. Ka qenë në viti 2003-2004 ku kam marrë studimet të SBA dhe në atë kohë u bëra aktiv me disa forume, qofshin të natyrës forume studentore, në atë kohë apo forume partijake. Dhe në atë kohë, ajo që vura re dhe që në një farë mënyre më gëzoi ishte fakti që rinia shqiptare merrte pjesë, ishte aktive, deri diku, një pjesë e tyre, mos harrojmë që ka qenë dhe vit elektoral, 2004-2005, por nga ana tjetër ajo që vija re me trishtim ishte fakti që të rinjt shqiptar apo të rinjt që angazhohen në politikë, më tepër përdoren si thuash për anën organizative, pra për të marrë me parti, për të marrë me ngjitje afishesh apo posterash, në vend që të përdoren për produktin e tyre. Përdoren si debatikës. Për energjinë. Po pra, përdoren më tepër në një forme si fazade. Kjo është një eksperiencë personale, pra nuk është diçka e dëgjuar apo është diçka e parë, e prekur konkretisht. Në atë kohë kam qenë, shkuam 2 universitete dhe pak a shumë kisha një njohje të mirë të rrethave universitare në Shqipëri. Në një farë mënyrë kjo ishte pjesa që më trishtoi, pasi politika është një vokacion mbi të gjitha. Dhe disa njerëz e kanë, disa nuk e kanë. Dhe të vish nga vende si SBA, apo Britania e Madhe, apo Gjermania, apo vendet e Evropës perëndimore, kur sheh që pjesa më e madhe e liderëve politik vinë në radhë të rinjve, dhe vinë me një lloj vakacioni dhe të jesh i ri apo e re nuk është çështje moshe, më tepër se sa çështje mentaliteti, është çështje idesh, është çështje mentaliteti dhe është çështje botkuptimi për sa i përket konceptualizimit të gjërave. Të rinjt kanë atë vrullin, si thua, revolucionar, jo domosdoshmërisht për ndezu revolucione. Më tepër personalisht i besoj evolucionit si koncept politik dhe juridik, por ideja është që këta të rinj, të cilët gjithmonë kanë shërbyer si frymëzues të ideve të reja politike, kanë sjellë një energji, mungojnë për fat keq në Shqipëri, ose kanë munguar tradicionalisht. Pra të rinj përdoren më tepër si mantenuta apo si mjete se sa si frymëzim. Edhe si protagonist brenda jetës politike të një organi partijak. Ti the pak më herët u bëra aktiv. Rezard, si bësh aktiv kur je i ri? Si troket në foruma, të hapin derën, as të hapin fare? Si funksionon? Kam përshtypjen që janë të pakta forume që nuk të hapin derën. Përshtypja ime personale për aq eksperiencë kam brenda forumit është që të gjithë janë të gatshëm të presin. Se sa kjo hapja derës ka vlerë pastaj për vetë forumin varet nga individi, nga aftësitë e tij, nga struktura organizative e organizatës. Unë personalisht nuk jam dakord me atë që thotë Iliri, për dy arsye shumë të thjeshta. Me cilën nga ato pjesë? Tha disa gjëra. Sidomos me pjesën që të rinjt përdoren. Të bësh pjesë në një forum rinor është të marrësh pjesë në të gjitha nivelet. Dhe një forum rinor fillon nga mosha 15
deri në 30-35 vjeç. Është pamundur që ti një 15 vjeçar ta përdorësh për idet. Do ta përdorësh për pjesën më gazmore të fushatës, që është pjesa paraqitjes, pjesa e festës. Dhe do fillosh të përdorësh ose të marrësh idet ose gjëra më të rëndësishme ke një që është pak më i madh në moshë, që ka mbaruar studimet, që ka një farë backgroundi, që ka një farë identiteti. Nga të gjithë këta mund të marrësh ide, por këto ide nuk i përdor dot gjerësisht në jetën politike. Kështu që prandaj dhe forumet kanë shtrezëzime moshe, përgjithsisht dhe strukturat janë ndërtuara mbi grup moshat. Çdo grup mosh brenda forumit ka një funksion të vetin dhe i shërben forumit në një pjesë të aktivitetit të tij. E di që Ilir duhet të kenë një përgjigje, po jo kam unë një pjesë. Atë 15 vjeçarë mund të ta përdorni që të dëgjoni çfarë nevojash kanë 15 vjeçarët dhe bashkëmoshatarët e tij. Jo vetëm për të ngjitur posterat. Do të them që mund të merret prej të rinjve, mund të merret vizioni, problematika, edhe idetë nëse i kanë, se kam përshtypjen që 15 vjeçarët e sotëm janë shumë më të mirë se sa të tjerë. Të moshave të tjera. Ajo që unë doja të thoja është generalizimi. Të kuptoj. Nuk mund të flasim që një 15 vjeçar i kërkojmë ide. I marrim problematikën, kjo është e vërtetë. Ne përpiqemi të kuptojmë se çfarë ndodh, sepse normalisht çdo politikë që krijohet në bazë të asaj që gjendet në terren. Dhe ne përpiqemi të thithim nga 15 vjeçarët, nga 16, 17, 18, nga çdo grup mosh marrin problematikën dhe kush janë aspiratat apo dëshirat që ato kanë, si pretendojnë të rregullojnë gjërat. Pra ndodh, e merrni. Absolutisht. Vin flasin thonë shikoj se ndodh kjo, ndodh ajo, do doni të bëjë kjo. Minimale që bëjnë është ankohen. Ilir, kishe një përgjigje se duhet të vazhdojmë? Jo shumë shkurt, pa marrë kohë. E para, nuk duhet reduktuar të 15 vjeçarët. Siç e tha dhe Rezarti, fillon nga mosha 15 deri në 35 vjeç. Ajo që unë thash është që në gjithë, domethënë mos flasim këtu për vrullet të tëra revolucionare si 68-a, që shpërtheu në gjithë Evropën, nga Franca, Gjermani, në Itali, dhe ishin pikërisht të rinj të cilët e ndezën dhe ishin lokomotiva e një farë zhvillimi social shoqëror ekonomik, deri te lëvizja e studentëve dhjetorit, që ishte katalizatori kryesor i ndryshimeve demokratike që ndodhin në këtë vend, dhe kudo të rinjt janë Tony Blair në kujtimet e veta, po t'i referohemi, thekson një pjesë shumë interesante ndër të tjera. Kur thotë që një problem që kemi në Britaninë e Madhe, thot ai, është fakti që shumica e deputetëve të Parlamentit anglez, britanik, vjen pikërisht nga të rinj, të cilët angazhohen që në radhë universitare, bile ne kemi një problem, thot ai, të punë profesionistëve, pasi kemi, dhe në sistemin britanik ata e zgjidhin me domën e dytë, me domën e lordëve. Në domën e lordëve ata kanë mundësi të rekrutojnë kardiolog të shquar, kanë mundësi të rekrutojnë. Vetëm të lutem mos bëhemi shumë teknik, edhe mos marrim vetëm për shembull Britaninë e Madhe se nuk po marrim shembull në kontekstin, tu kuptoj si gjejnë ata. Në gjithë Evropën mund të marrim shembull në Maqedonia, në Serbia, mund të marrim shembull pafund, domethënë për sa i përket rajonit tonë. Që e kanë më të strukturuar se ne, të cilët kanë përfaqësimin politik të të rinj dhe vjeljen e mendimit politik nga të rinj, se të rinj nuk janë thjesht forcë vullnetare për të lëshuar në moment fushatash për të ngjitur posterat. Të rinjt janë diçka më shumë se kaq. Të rinjt janë ata që sillin frymën, energjinë, entuziazmin, katalizatori i fushatave dhe i Elisa, janë vërtet të tillë apo i përdorin vetëm kur u duhet për të treguar që kanë ndruar make-upin, makiazhin, janë më të rinj, kanë idera të reja, do përfaqësohen nga të rinjtësis? Si ndihet në fresh? Të rinjt shërbejnë në të gjitha nivelet, po unë besoj shumë fort që të rinjt nuk janë vetëm makiazh, përkundrazi. Unë nuk besoj se një forcë në Shqipëri mund të fitojë, apo mund të krijojë frymë, apo mund të ndryshojë, nëse ajo forcë nuk merr parasysh idetë, nevojat dhe qëndrimin e të rinjve. Në Shqipëri shumica janë të rinj. Pra, nga statistikat, mosha 15 deri në 34 vjeç, mos gaboj, është 1/3 e popullsisë. Pra, kemi të bëjmë me një numër shumë të madh. 39%. Pra, janë më shumë se 1/3. Dhe ka nevojë për përfaqësim politik. Sigurisht rinjt kanë energji, kanë mundësi, ata mbushin salla, japin energji në salla apo në fush apo në mitingje, por nuk është vetëm kaq. Ajo që rinjt mund t'japin, përkundrazi. Unë kujtoj një shprehje gjithmonë të Faikonicës që e përdorin rëndom edhe në emisione televizive, ku thonë në Shqipëri nuk ka të rinj, ka pleq që lindin të rinj dhe pastaj përfundojnë pra pleq, por nuk është kështu. Mua më duket sikur shumica e njerëzve në Shqipëri janë të rinj, sepse ka një energji shumë të madhe, ka një dëshirë shumë të madhe për pjesëmarrjen, mungojnë mekanizmat. Dhe këtu duhet të futen në lojë, të fshihen, të ngrenohen. Po, këtu duhet të futen në lojë mekanizmat. Forumet rinore nuk duhen parë vetëm si vende ku mund t'ja dalin 1 apo 2 veta, mund të bëjnë karrierë 3 apo 4.
siç ndodh, mund të përdoren 5 apo 6 edhe këtu. Duhet shikohen si grupime të mëdhaja të rinj, të cilët mund të futen në politikën shqiptare dhe të ndryshojnë karakterin e politikës shqiptare. Cila është karakteristika kryesore e politikës shqiptare, le ta themi troç këtu, në mënyrën si ka funksionuar ndër vite apo e pushtetit, natyrës forcës. Është servilizmi, është përulja, kryesisht, është vetëm bindja ndaj shefit dhe është përfitimi material i menjëhershëm, pra materializimi i skajshëm i politikës shqiptare. Qa mund t'i sjellin të rinjt politikës shqiptare? Mund përmbysin këtë raport. Po për këtë nuk e ka fajin politika vjetër, nëse janë kështu të rinjt. Nuk e ka fajin politika dhe politikanët që kontrollojnë. Natyra e politikës shqiptare në tërsinë e vet është e tillë. Pra karakterizohet nga një materializëm i egër dhe nga mungesa e idealit. Jo tani, po për herë dua të kuotoj pak Branko Merxhanin që nga 1929 ta thotë, cila është karakteristika që na mungon, i mungon djalërisë shqiptare. Është idealizma dhe kurajo mendore për t'i thyer këto tabu që janë të vazhdueshme dhe janë shkatruese për politikën shqiptare. Politika vërtet është vokacion, është dëshirë, është pasion, është pjesëmarrje, është energji. Është shohësh një grup njerëzish dhe t'u japësh atyre shpresën dhe ata t'i japin shpresë një grupi tjetër. Pra është ndryshimi i jetës tonë përmes organizimit. Politika shqiptare e ka të formsuar fatkeqësisht të karakterin e pushtetit fort, e autoritarizmit, e shtypjes me këmbë të çdo të drejtë. Të rinj nuk kanë pse të futen hullinë e politikës dhe të marrin këto karakteristika. Të rinj duhen futen politik për të ndryshuar këto karakteristika dhe për të ndryshuar karakterin dhe për t'i dhënë një karakter të ri politikës shqiptare dhe shoqërisë shqiptare. Historia e botës është e mbushur me të rinj që kanë dhënë edhe jetët e tyre për një fije liri më tepër. Dhe gjithashtu është e mbushur plot historia e botës me pleq që kanë edhe botës i kanë vënë flakën për një fije pushtet më tepër. Në këtë kundërshti ndodhet edhe ndryshimi i botës dhe në krye të këtij ndryshimi kanë qenë të rinj, të cilët mund të sakrifikojnë nga vetja e tyre. Pra ata mund t'japin më shumë se mund të marrin. Dhe ky është raporti që duhet përmbysur. T'japësh më shumë se të marrësh dhe këtë mund ta bëjnë të rinjt. Atje ti kishin një ndryshim ndërkohë që fliste Elisa? Në fakt, unë jam si përfaqësues i subjektit më të ri politik në Shqipëri dhe dua të them të vazhdoj atje ku Eliza tha nuk ka ideal. Unë them ka ideal te rinia shqiptare. Ka shumë ideal. Po për 22 vjet, forcat... Thash ka shumë ideal, duhen mekanizmat për t'u përfaqësuar. Për 22 vjet, forcat politike në Shqipëri, Partia Demokratike që erdhi me kartën e demokracisë dhe të votës lirë, Partia Socialiste që ishte opozita e 22 viteve të fundit, opozita më e madhe, për 22 vjet këta e trysnuan dhe e shtypën fuqishëm rinin shqiptare. Ata ecën bazë të një parimi. Çdo i ri që duhet futen në politikën shqiptare duhet vesh kostumin që jep kryetari i partisë. Këta ja qepin kostumin, ja presin, i vën ngjyrën, i vën formën dhe pastaj i thon atij triut që vjen, "Lutem, vishem pak dhe kështu dile fol." Jo zotri. Nuk është kjo rinia shqiptare. Rinia shqiptare është një rini e cila do hapësira. Ndaj lindi Aleanca Kuqezi. Ju do thoni pse lindi? Po lindi sepse për 22 vjet në Shqipëri u shitën dhe u tradhuan sistematikisht interesat kombëtare. Sistematikisht interesat e rinjës. Për 22 vjet, majtas dhe djathtas, këta vuajnë vetëm nga sindroma e tukomanisë. Mbetemi te të rinj të lutem, Adriatik. Po. Se dhe regjia ta ka vënë emrin gabim, ta korrigjojmë pak Adriatikun, se nuk janë marrë vesh me të vunë Rezartin. Rezarti foli pak më herët. Mbetemi te të rinj se përpiqej mos vëmë shumë politikë sot. Po, që të flasim për të rinj, duhet të vendosim meritat e këqija që këta deri më sot që na kanë drejtuar kanë bërë, pra që e kanë shtyp rinin. Unë po ju them, rinia shqiptare ka idealizëm, se po mos të kish nuk do të çojë për çështjen kombëtare, ashtu siç u quam ne. Ne nisëm një peticion i cili përfundoj. Ne nisëm një peticion i cili kërkonte mbrojtjen e identitetit ton kombëtar. Bëm një nisëm që për 22 vjet nuk që bërë asnjëherë. Bëm një nisëm kushtetuese. Këta një nisëm të rinisë shqiptare, e cila mblodhi 50.000 firma, qytetarë shëndetshëm të këtij vendi, i mori dhe i hodhin kosht plerave. Këta një nisëm që e bën të rinj dhe të reja të këtij vendi, i morën dhe hodhën kosht plerave dhe nuk u kushtuan as rëndësinë më të vogël. Të paktën nuk i kaluan as në parlament. Po ju them ju çfarë rëndësie ka për politikën pas për politikën shqiptare e rinia dhe çfarë ka për Aleancën Kuqezi Rinia. Në strukturën tonë, në statutin tonë është e përcaktuar shprehmisht se të rinj Kuqezi
përfaqësohen në të gjitha forumet drejtuese dhe organet drejtuese të partisë. Ne jemi të përfaqësuar në një përqindje jashtëzakonisht të madhe në Këshill Kombëtar, në Kuvend Kombëtar, në sekretariat dhe në strukturën më të lartë drejtuese që është kryesia. Po ju kujtoj vetëm një gjë. Në sekretariatin e partisë Aleanca Kuqezik, nga 20 antar të saj, 9 antar janë nën moshën 30 vjeç. Kjo tregon që rinia Kuqezi, brenda subjektit politik Aleanca Kuqezi, ka marrë një vlerë të shtuar. Ka ardhur koha që t'i hapim mundësit një brezi të ri. Fakti që e keni marrë, mos i përjashtojmë që e kanë dhe partitë e tjera. Jo, unë e kuptoj që secili do përfaqësoj veten. Po mos flasim sikur e keni bërë vetëm ju, se të rinj janë gjithatë. Po, ja u them unë. Këta për 22 vjet kanë fut të rinj në moshë në parlament. Me këtë tonin dhe me këtë zërin se ishim të gjithë të qetë. Edhe pse me këta i ke kolegi, ke të rinj, mos u drejtoni me këta. Po. Se kështu drejtohen ata të vjetrit. Po. Me njëri tjetrin. Për 22 vjet kanë fut të rinj në parlament, por këta të rinj në momentin që futen në parlament nuk vinë as në studio televizive të respektojnë debatin. Ku është Gert Bogdani sot? Ju lutem, pse s'ka ardhur drejtuesi forumit i Partisë Demokratike? Këtë pyetje nuk e bëni ju, këtë sqarime ja pun për shkakun, nëse do ishte nevojshme dhe po nëse i quajt nevojshme. Zoti Bogdani nuk ishte disponibël, nuk ndodhet në Shqipëri, nuk mund të drejtoni ju edhe bisedën, e kupton, këtë punë e bëj unë. Ju merrni me të rinjtë e Aleancës Kuqezi. Endrit, ç'ndodh në LRI? Televizia Socialiste për Integrim. Absolutisht, kur flasim për të rinjt, kam mendimin që duhet që edhe niveli dhe debatit tjetë kuptimin konstruktiv për shkak, sepse ajo që ka ne vuajmë në këto vite vuajmë atë politikën konfliktuale, politikën e cila te mase i ndan njerëzit në skaj, por të rinjt nuk janë tillë. Të rinjt janë solidarë me njëri tjetrin, kanë energjinë, janë të rinjt ato të cilët shohin shpresën dhe punojnë për ditë me energji e pasion për të arritur rezultate sa më të mira. Kur flasim për angazhimin të rinjve politik, sigurisht do të ka një aspekt të gjerë. Sepse duhet pa dhe partia nga ato ku bëvim pjesë, forumi, përkatësia dhe mundësi që jepen. Sot të rinjt, të paktën për sa i përket në forumet rinore politike shqiptare, me sa kemi pa, ka vetëm një shans. Në momentin që ti të riu të jep një mundësi, jep një hapësirë të dur, jam shumë i bindur që ai këtë mundësi që ju i keni dhënë e kthen në realitet dhe prej tij pret rezultate shumë të larta. Por mund të shohim dhe raste tjera ku të rinjt shpeshherë nuk krijohet hapësira të dura dhe kjo ka të bëjë me faktin se të rinjt në momentin më të vështirë duhen vetë ta krijojnë këtë mundësi, ta krijojnë këtë shans. Pra, aspekti i komunikimit dhe aspekti i gjerë për sa i përket çështjes së rinisë ka shumë momente dhe shumë mënyra. Janë dy mënyra më thelbësore. E para kur i riu vërtet i krijohet mundësia dhe së bashku me njerëzit e tij, me miqtë e tij punon për të hartuar politika në shërbim të rinj, sepse ajo që duhet ne diskutojmë sot është janë politika në shërbim të rinj, dhe sa efektive janë të rinjt në hartimin e këtyre politika dhe sa implementojnë këto politika. Se sa të rinjt kanë mundësi që të jenë pjesë e politikës. Sepse në momentin që nuk jep një mundësi, në momentin që nuk jep një akses, ai nuk ka çfarë bëjnë politik, sepse duhet gjithmonë ai shkëndija e parë për të hedhur politikë dhe pastaj për punuar dhe për të shërbyer vendit. Prandaj mendoj që të rinjt në Shqipëri janë temase aktiv, kanë energji, por mbi gjitha ne në këto vite kemi pa të rinj cilët kanë dhe ide për ta çuar Shqipërinë përpara. Dhe ju i lejoni, i dëgjoni këto ide, i përpunoni dhe çoni te? Absolutisht. Partia. Ne kemi strategji të tillë që forumi jon, Lëvizja Rinore për Integrim ka një strategji të tillë. Po themi është pjesë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por ka një agjendë të tillë, një agjendë të funksionimi dhe realizimi. Të rinjt sigurisht kanë nga mosha të ndryshme, edhe gjimnazistit duhet afruar, duhet bërë pjesë e lëvizjes, ne është pjesë e strukturave tona, sepse ai ka një shqetësim që i prek moshës tij dhe po nuk e dëgjova atë nuk mund të kuptosh çfarë shqetësimi ka sot një gjimnazist, po kështu dhe ai që është student apo dhe ai që ka përfunduar studimet. E rëndësishme është që të rinjt të dëgjosh dhe të japësh zgjidhje problemet e tyre dhe të bësh pjesë, të bësh protagonist të zgjidhjes. Mos krijosh idenë që janë 2-3 të rinj të cilët drejtojnë, funksionojnë dhe realizojnë çdo gjë. Duhet që një njeri i cili ka një ide jepi mundësinë këtë ide ta kthejë në realitet, krijoj kushte të duhura. Dakor, se në fakt do dëshiroja vërtet shumë do t'i lutesh atë gjithë panelit të ishim më konkret. T'ja krijoni këtë mundësi, si ja krijoni ju? Me radhë, do t'ju pyes me radhë pak më vonë, sepse dua të bëj pjesë të bisedës tashmë edhe nga Elbasan, një tjetër kryetar të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të qytetit Elbasanit, Ilir Dervishi. Mirëmbrëma Ilir. Mbrëma, si ja kaloni? Mirë, juve në Elbasan si kalonin përgjithësi? Ne në Elbasan shumë mirë. Mirë. Ju përshëndesim nga Elbasani. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe gjithë kolegëve të mi që ndodhen aty në studio.
Me mbrëma dhe Rezartit besoj, se e ke tëndin. Një pyetje kam. Unë nuk i shoh nga video, jam vetëm në audio. Vetëm me audio. Okej, kam vetëm një pyetje të parë për ty. Me kolegët e tjerë të partive të tjera, të forumeve të tjera, komunikoni, njiheni, kontaktoni? Në përgjithësi apo jo, nuk keni shumë lidhje? Edhe një herë ju lutem? Me kolegët e tjerë të forumeve rinore të partive të tjera, a keni marrëdhënie, mbani marrëdhënie apo nuk para kontaktoni? Me partitë e tjera, me forumet e tjera? Me forumet e tjera. Po, patjetër. Sidomos ju që jeni në Elbasan, në nivel lokal. Se 10 minuta më parë ishim bashkë me kryetarin e forumit rinor të Partisë Socialiste të Freshit në studio. Qarë, nuk e kam fjalën thjesht pini kafe, po të takoni dhe për aktivitete. Shkëmbyllim edhe biseda ndryshme. Edhe biseda. Në paktën në Elbasan kjo lloj situate është shumë e mirë midis ne. Shumë e mirë që nga për të përgëzuar. Një pyetje konkrete kam. Cili është aktiviteti i fundit që keni bërë ju si FRPD në Elbasan dhe kur e keni bërë dhe çfarë keni arritur prej këtij? Sepse dua që vërtet ta bëjmë pak më konkret bisedën. Tani, jo më larg se 2 javë më parë, jo vetëm FRPD Elbasanit, po FRPD Elbasanit ishte që priti të gjithë forumin rinor të Partisë Demokratike, ishin pranishëm zoti Gerti Bogdani, zoti Kruja, sekretari i përgjithshëm, dhe gjithë kryetarët e rrethave të ndryshme të Shqipërisë, ku ndër të tjera që fol, sepse ajo që do të thoja unë, ne asnjëherë nuk do rreshtim se foloj për rinin shqiptare dhe rinin në përgjithësi, por më shumë ne do fokusohemi tek aktivitetet e tjera, jo vetëm politika në rini, por dhe rinia në përgjithësi. Në aktivitetin që u krye në qytetin e Elbasanit, u fol për 100 vjetorin e pavarësisë, aktivitetet ndryshme që do organizoj forumi rinor, si do të përballet tani, aq më tepër dhe me mbarimin e autostradës Tiranë-Elbasan, rinia Elbasan, për arsimin më të madh, për punësimin më të madh, për lirinë dhe drejt Europës dhe shumë gjëra të tjera. Atëherë çfarë ndodh? Ju i mblidhni këto, le t'i quajmë rekomandime, sugjerime, bëni një listë, ja dërgoni përfaqësisë tuaj në Tiranë, ç'a ndodh me këtë mbledhje për shembull? Aktivitet, debati është shumë i hapur. Është shumë më gjerë se kjo që nuk po themi ne. Ka debate? Ne përballim se ju ka dalë nami që s'para ka debate. Ja, është. Përveç Freshit. Ne përballim idet. Është një shprehje që përdor gjithmonë kryetari i FRPD zoti Bogdani që thotë një moll, po të shkëmbehet me një moll, mbet gjithmonë një moll. Kurse një ide, kur shkëmbehet me gjithë një ide tjetër, përbëjmë 2 ide. Dhe kështu ne gjithmonë ecim me këtë prisëm dhe Gerti e ka marrë nga kinezët të shprehjen, kam përshtypjen. E ka marrë nga kinezët, se ata e kanë si shprehje popullore, si proverb. Është një shprehje një filozofi, nuk është se është e tij. Po vetëm e përdor gjithmonë. E bajtët këtë listën, këto rekomandime, çfarë ndodh me të? Apo thjesht organizoheni ju aty brenda për aktivitetet? Ne vendosim deadline, ndajmë detyrat dhe çdo njeri kryen funksionin e vet në të ardhmen, deri në ditën kur është vendosur deadline për aktivitetin e për shumë gjëra tjera. Unë nuk du me zbulu tani surprizat që kemi lënë për 100 vjetorin, surprizat e aktivitetet për 100 vjetorin, ato do të bëhen të ditura pas datës 15 nëntor fillojnë të gjithë aktivitetet e forumit rinor, dhe gjithë secili, çdo kryetari i forumit rinor, në çdo rreth të tij, do ketë detyrat përkatëse. Dhe jam shumë kurioze të di, janë të rinj të reja si ato që keti në Elbasan? Në Elbasan, mbështetja kryesore janë gjymnazet dhe të rinjtë e universitetit. Elbasani quhet për rinin universitare dhe normalen e famshme. Kurse pjesa mbështetëse, pjesa intelektuale, janë të rinj që punojnë në administrat, janë të rinj që janë pedagog. Shumica e pedagogëve në qytetin e Elbasanit janë nga mosha 25 vjeç deri në 35 vjeç, që janë forca madhore atij qyteti, janë me tërmend, ato rrisin breza intelektuale të rri. Dakor. Një pyetje kam përpara se të të përshëndeset, falenderoj që u bëre pjesë e emisionit sonte. Për çfarë përfshiheni në politikë? Vërtet mendoni që kontribuoni, arrini që idetë tuaja të dëgjohen, të merren parasysh, ta ndryshoni pak klimën politike, apo prisni ndonjë privilegj, ndonjë punësim, apo shkojnë të dyja bashkë? Tani unë mund të jem një shembull i veçantë i të ardhmës në politikë. Unë kam aderuar në forumin rinor që në gjymnaz. Pas disa vitesh universitetin e kreva jashtë, dhe kur u ktheva në Shqipëri, fillova punë për
një kompani private ose një institucion financiar. Dhe ideja politikës nuk ishe paktën në forumin rinor të Partisë Demokratike dhe këtë Elbasanit asnjë nuk shef që ta shohë si privilegj apo si punësim. Sepse të rinjt duhen të kontribuojnë në mënyrën ose me forcën e dur për të ndryshuar qytetin, të paktën po flasim për qytetin Elbasanit, dhe për ndryshuar të ardhmen e të tjerëve që të vinë pas nesh. Se rinia mund zgjasë 10 vjet, 15 vjet, pastaj dhe ne do vijemi në prizmin e politikanëve të tjerë. Se sot është komode me folë në këtë lloj mënyre, por ne duhet të mbështesim si të rinj që janë 15 vjeç sot dhe aderojnë për herë të parë në forumin rinor të Partisë Demokratike, ashtu dhe forcën më të madhe që është Partia Demokratike. Dakor, të falenderoj shumë që u bëre pjesë e bisedës. Nuk e di nëse ke ndonjë pyetje, ndonjë kuriozitet për panelin? Jo. Pse jo? Ta bëjmë shumë bashkë bisedim të rinj sot. Po futem dhe unë ke ju, se po më duket e kam kalu moshën që kishit kriter për ke forumet rinore. E kam kaluar moshën që t'jem pjesë e forumeve rinore. Jo, ishte 35, më duket dhe ato e kam kaluar. Nuk e dëgjova mirë. Ka që më mirë se dëgjove, urët mos a kem dëgjuar e teleshikuesit. Ke ndonjë pyetje, ndonjë kuriozitet për kolegët? Jo, kolegëve desha me i thënë, edhe me zonjën Spiropali, sot pash një artikull tek Mapo, që ne të ndryshojmë mendjen, imazhin, atë që duhet bëjmë të rinjt, gjua do jetë shumë e bukur, shumë e moderuar, gjua që na çon drejt Europës. Jo dinamiti i një mine. Minën e këto, më duket se titulli Elisa. Tani më duhet përgjigjem për këtë. Kjo ishte një përshëndetje. Moderacioni nuk ka lidhje me metaforat. Moderacioni është kur e do vendin tënd të eci përpara, ata që me moderacion përkrahin politika, pushtete, sisteme, të cilat deformojnë vullnetin e shumicës popullsisë dhe liritë e njerëzve, ata janë në krah të gabuarës, nuk janë në krah të moderacionit dhe ecjes përpara integrimin evropian. Shumë shpesh historia ka treguar që ja ta dëgjojmë Ilir, të lutem, të mbaroj Elisa dhe ta jap fjalën. Ilir, do të përgjigje me që përmendë intervistën sot të timet e Mapo. Unë me gjithë qepë sot në bleva gazetën, vetëm për të parë... Po ti pas ke lexuar me shumë vëmendje, pas kanë përqyer metaforat, nduket. Jo çfarë mendon. Unë kur lexova shkrimin, mu duk si përdor gjuhën 97-s. Unë nuk e di gjuhën 97-s, se 14 vjeç kam qenë, po dua të them këtë, konteksti ka ndryshuar. Disa nga elementët që e përbëjnë nuk kanë ndryshuar. Dhe metafora që ishte përdorur aty ishte shumë e qartë. Një vend të rinj nuk duhet luftojnë që të heqin ca pushtetar, të vënë ca të tjerë, të heqin një kryeministër, të vënë një tjetër, të më falësh. Të heqin ca ministra për të vënë Zonjusha Spiropali. Jo, lutem Ilir, do përfundoj Elisa dhe japun fjalën. Ulja regjia të lutem Ilir. Mos ta bëjmë radhë bisedën se dua ta bëjmë të qetë. Ne duhet të mendojmë për më shumë. Duket se nuk na dëgjon mirë. Përfundoi Elisa se po nuk e përfundoi dot me atë në lirinë e fjalës, lirinë e mendimit e lirinë e gjithë secilit. Ilir, do na respektosh dhe lirin tonë që ta bëjmë radhë bisedën, përfundoi Elisa ta japun fjalën prapë për ta mbyllur. Elisa, vazhdo. Pra të rinj nuk duhet luftojnë që, siç e thash, të heqin një kryeministër, të vënë një tjetër, të heqin ca pushtetar, të vënë ca të tjerë, të heqin ca ministra, të ndryshojnë fytyrat, emrat dhe të vënë ca të tjerë. Ama të rinjt kanë të drejtën dhe kanë detyrimin që të reagojnë atëherë kur shkelet çdo parim, kur shkelet çdo norm, kur shkelet çdo moral dhe çdo princip politik, moral, shoqëror. Pra i kërkoni Ilirit një farë kuptimi që të reagojë për majorancën për qeverinë e vet? Iliri përdori një slogan që është i zakonshëm në gjuhën e majorancës, që e përdorin edhe të rinjt, që është çështja e integrimit evropian. Integrimi evropian nuk ka lidhje me ca parime në letër që janë të shkruara aty. Nuk ka lidhje me slogan, nuk është një flamur që duhet tundur lart sa herë bëhet debati mbi Partinë Demokratike e Partinë Socialiste. Është transformim rrënjësor i vendit tonë. Si mund ndryshojë një vend ku njerëzit rrinë kokulur përpara padrejtësive që u bëhen? Si mund ndryshojë një vend ku shumica kanë frikë edhe të shprehen? Jo tani, po historikisht. Mos harrojmë që ne jemi pasardhës, ne jemi bi dhe bija të njerëzve që kanë jetuar shumicën e jetës së tyre në frikë. Po, Ilir, një përgjigje dhe duhet ta përfundoj. Dhe njerëz që e kanë mbajtur kokën ulët, dhe njerëz që nuk i kanë dalë për zot njerëzve të afër me tyre, komshinëve, atëherë kur të drejtat e tyre janë cënuar.
njerëz që nuk kanë reaguar kur çdo e drejtë e tyre dhe edhe qenia e tyre njeri është cënuar. Pra, të kalosh nga një sistem i tillë në një sistem tërësisht demokratik, duhet kesh edhe njerëz që e çojnë përpara, janë të gatshëm që të ndryshojnë atëherë kur duhet. Dakor. Unë nuk e bëj politikën dhe të rinjt që janë në fresh, unë këtë e jap me garanci këtu, duke qenë se jemi 8-7 vjet në opozitë, nuk e bëjnë për të përfituar një copë apo një tjetër, të na japi kush një vend pune apo të na japi kush bukë. Nuk kemi nevojë, sepse kemi dinjitet. Ne e bëjmë politikën tani në opozitë, se do të shohim nëse vinin pushtet. Ne e bëjmë politikën sepse kemi vokacion për politikën, sepse kemi dëshirë, sepse na dhimbset vendi, sepse personalisht mua dhe shumë trimëve të tjerë, mira trimë nëpër Shqipëri, na ngjethet mishi ku shohim se si koltukofag, me që e përmendi përpara Aleanca Kuqezi, njerëz cilët kanë pushtet në dorë, nuk bëjnë, të më falësh, nuk bëjnë më shumë për ta ndryshuar vendin. Ja duat marr një rast konkret, që mos flasim. Sigur ta përfundim. Mbaroj këtë argument që të përgjigj dhe Iliri. Freshi doli në një protest për të burgosurit politik, për të persekutuarit politik. Doli aty me një baner të madh, Fresh është me ju. U komentua, jo po ju jeni bi pinjoll të këtyre të atyre. Doli aty sepse besojmë te kauza atyre njerëzve. Po jo vetëm, për më tepër dolëm sepse ata që ishin atë grevurie, të gjithë personalisht një, po edhe si grup u degraduan duke u sharë, duke u fyer në mënyrën më të njerëzore të mundshme. Unë nuk jam këtu t'i dalë zot secilit prej tyre një nga një, po jam këtu për të thënë që në një vend, një kryeministër apo një qeveri e cila nuk ka vesh për dëgjuar, nuk ka sy për të parë, ashtu si në diktaturë, njerëzit të cilët i ka kundër, apo i ka përballë, apo duan dialogojnë, i quan, me që u përmend integrimi evropian, po e them në anglisht, pieces of dirt, pra copa pislëku që nuk duhet dialoguar, nuk është një qeveri që trin mund ta duan. Dakor, Ilir. Marrim shembullin, jo, nuk kam më kohë për shembull, të lutem, ka kaluar edhe koha. Do flasi Iliri dhe pastaj do vazhdoj. Ilir, një mbyllje të vogël, një për këtë koment edhe pastaj do shkojmë publicitet. Apo do të qëndrojmë në debat strukturor. Nëse çështja për ta këtu debatin, debat politik, hajde të përdorim gjithë terma politik. Bëjmë debat për strukturat, që intereson shqiptarëve sa struktura që kemi ne, për politikën. Okej. Atëre. Jo, prit. Rezerv, të lutem. Jo, po tash. Do ma lejoni mua ta drejtoj debatin. Ilir, të lutem. Zoti Dervishi, përfundoje se duhet të mbyll linjën me Elbasanin. Jo, ajo që duhet i thërë zonës Piropali, qofse u morë dhe me të persekutuar politik, që ne, si të ri, ajo klasë na kam mbështetur nga 45-a deri në 90-ën. Dhe në qoftë se sot ne kemi një demokraci, është fal asaj klase. Pse? Sepse me mira të persekutuar, me mira të thonë, dhe nuk është e vërtet që ato njerëz kanë pas frikë, por ato njerëz janë shtypur aq shumë nga i regjim sa nuk mund të thoshin dot dhe mirëmëngjes njëri tjetrit. Kjo është ideja. Ja arritëm qëllimit në duket Elisa, ose nuk e di kush e kishte qëllim që ta kthenin politike. Ilir, falenderoj. Punë të mbarë në Elbasan, faleminderit që ishe sonte këtu. Publicitet, pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer drejt për drejti në pjesën e dytë të debatit. Rezarti ta ndërpreva aq parë. Kishe një përgjigje? Nuk është çështje ke përgjigje. Problemi është nëse do hyjmë në një debat politik, hajde bëjmë një debat politik. Tani dhe ju të rinj politik bënin politikë. Dakor. Kam dy gjëra të thjeshta për të thënë. E para punës, njësoj si Iliri, unë kam hyrë 14 vjeç, 15 vjeç në Forumin Rinor. Dhe njësoj si Iliri jam bërë kryetari i Forumit Rinor Durrësit gjatë kohës 98-99, sekretar më falni, gjatë kohës që PD-ja ishte në opozitë dhe kemi duruar një opozitë goxha gjatë asaj kohe. Kështu që gjithë kur hym politik, hym me një qëllim. Gjithë pretendojmë të ndryshojmë diçka, gjithë pretendojmë të rregullojmë diçka dhe kemi ca ideale. Ajo që unë nuk jam dakord me kolegët e mi është që gjithçka është e zezë, gjithçka është negative, rinja shqiptare është pa shpresë, është shtypur. Absolutisht, përderisa për aq kohë sa gjendemi gjithë në një panel ku ca përfaqësojnë pushtetin dhe ca përfaqësojnë opozitën dhe jemi që gjithë të lirë të flasim dhe të kundërshtojmë edhe të mbrojmë idetë tona, nuk shoh se kur shtypjen këtë mes. Nuk mund të krahasoni 45 vjet komunizëm me atë që ndodhi, si u ndodhi,
populli i shtypur, etj. Dhe pastaj të pretendojmë që nga ky u ndodhi një transformim i madh që nuk ka ndodhur, rinia shqiptare që është shtypur nuk flet dot, ndërkohë që rinia shqiptare është super e lirë. Dakor, Ilir. Pastaj te fjalën drejti. Ja të përfundoj Iliri. Së pari, duhet vëmre disa karakteristika të rinjve që janë të përfshirë në politikë në Shqipëri. Dhe këto janë karakteristika të përgjithshme. Ka disa grupe. Në radhë parë vëmre që një pjesë e madhe e tyre në gjest, në veprim, në artikulim mendimi, dhe në formë dhe më përmbajtje si tuash, janë tipikisht si ato matroshkat ruse që riprodhojnë liderët kryesorë. Dhe kjo është fare lehtë për të vënë re. Së dyti, ajo që duhet të thoshja dhe që thash pak në fillim, por që nuk pata mundësi ta shtjelloja, ishte pikërisht ideja që çfarë sillnin të rinjt, jo thjesht si aksion politik, se normalisht që të rinjt janë më aktivët, edhe për shkak të moshës, energjisë e tjera, në kohë fushate apo në kohë trokitje der më der, organizim mitingu e tjerë, normalisht do kemë peshën kryesore. Problemi është çfarë sillnin të rinjt si impakt mendimi politik. Këtu mungojnë tërësisht debati mbi ideologjitë politike dhe mbi politikat publike. U thuaj, fjala ideologji normalisht që shumë njerëz i trëm, ne na kujton ideologji marksiste enderiste më saktë, se si as marksiste ose ideologjia marksiste studiuar në universitetet perëndimore. Po ishin deformimet që i bëri regjimi Hoxhian, si thua Leninit edhe deformimet që i bën vetë Marksit. Dhe fjala ideologji nuk ka lidhje me atë. Ideologjitë po s'pati ideologji dhe po s'pati ndarje të qartë të disa parimeve dhe vlerave themelore, të cilat përkthehen dhe materializohen në politika publike, të cilat përkthehen në politika ekonomike, të cilat e thon më shqip dhe më troç, përkthehen në xhepat e qytetarëve të nderuar që janë tulur qoftë në këtë panel, qoftë që po na ndjekin nga televizioni, atëherë nuk mund të ketë përparim, nuk mund të ketë progres. Dhe kjo frym, të lutem ta mbaroj sepse unë mora më pak fjalë, domethënë. Pikërisht në këtë sens e kisha dhe ne nuk duhet të themi që po pse se ka Gjermania, e ka SBA-ja, e ka Britania, ne duhet të matemi me ato, po pse me këtë duhet të matemi ne? Me Maqedoninë, që ka 20 vjet që është shtet, që nuk është ende akoma shtet, apo me Bosnjë-Hercegovinën, dhe që në disa drejtime janë më mirë se ne. Ne natyrisht duhet të aspirojmë modelet më të mira. Një fjalim e një lideri të ri politik në Gjermani, tronditi CDU, partinë që është aktualisht në pushtet. Sarkozy ka ardhur nga radhët e të rinjës. Dhe dhjetra shembuj të tjerë. Presidenti Barack Obama, që frymëzoi një radhë jo vetëm amerikanësh, por në mbar botën, një model frymëzimi ishte pikërisht në sajtë një modeli që ai solli, një model që përfaqësonte të rinjt jo thjesht si mosh, por të rinjt si mendim, si mentalitet, si botkuptim, si energji, si pasion, si vokacion për politikën, të rinjt të cilët gjenerojnë shpresë, të rinjt të cilët gjenerojnë ëndra, sepse pikërisht ky është edhe thelbi i ndryshimit. Të rinjt të cilët natyrisht nuk mund të thuash kemi një kategorinë më të madhe të rinjve, e tha dhe Rezartit, nuk është ndonjë merit e madhe që të futesh 15 vjeç në një parti dhe të rish deri 35 vjeç te forumi rinori i asaj partie. Të rinjtë në radh parë duhet të shkollohen, duhet të bëjnë, nuk po them që të gjithë duhet të shkojnë jashtë, por duhet të paktën 1 apo 2 vjet, duhet të bëjnë kurse, duhet të bëjnë trajnime, duhet të marrin një farë kulture dhe formimi në një farë mënyre të shkollave më të mira që ka perëndimi që ka sot bota, në mënyrë që të vinte të sjellin eksperiencën, kontributin e tyre, por ndryshe çfarë do ndryshojnë ata? Të krijojnë një farë eksperiencë, të krijojnë një farë në ana profesionale të jenë të arrirë dhe kjo arritje profesionale pastaj të përkthehet në reforma për zhvillimin e vendit. Dhe natyrisht që vendi ka nevojë për këto debate, dhe natyrisht që vendi është i lodhur me fytyra të cilat dalin dhe konsumohen dhe kemi parë në 20 vjet, të cilët qarkullojnë në studio tjetër dhe ka një hapësirë jashtëzakonisht madhe. Kanë filluar dhe nuk qarkullojnë më tani se vetë janë lodhur. Të cilët mund të bëjnë pikërisht të ndryshim, për cilët gjithë kanë nevojë. Adriatiku, lutem. Ju fal një pyetje të thjeshtë kam për ditën. Ju prisni që këto figurat e lodhura që kanë 20 vjet çohen një ditë dhe të hikin? Ikin vetë. Po pra po ndaj. Këta nuk do hikin kurrë. Kjo është mos kuptosh shpebim. Për aq kohë. Unë them që të krijohet një lloj diversifikimi, një lloj demokratizimi apo ta krijohet. Pikërisht nuk e bën. Do të dajmë të flasim për pankarta, dhe se si vjen, do të flasim për politika publike, të flasim për idetë, të flasim për me erdhi në ndim kush do të zotria. Ne duhet ta ngrëmë zërin. Është pikërisht kjo që i ka munguar politikës dhe rinisë shqiptare. Jo se si ka mungu. Jo i ka munguar. E shikoni ju që i ka mungu, mos i ka mungu. Po le ta marrë fjalët, lutem zonjë, mund ta marrë. Lutem Rezart, mos ta ndërprej. Rinisë shqiptare i ka munguar guximi, sepse këta e kanë shtypur, e kanë frustruar për 22 vjet. Tani, nëse unë flas paksa me ton të lartë, duhet flas, sepse janë shumë të rinj që kanë këto ndjesi që unë kam tani. Janë shumë të rinj janë mban treve shqiptare. Ne duhet të flasim për të rinj shqiptar këtu në treva, jo të hapim Evropës, Francës, Gjermanisë, se ku diun se çfarë. Të rinj shqiptar kanë problematika të ndryshme. Të rinj shqiptar sot nuk kanë rrugë, nuk kanë shkolla, nuk kanë spitale. Të rinj shqiptar, po nuk kanë rrugë. Mos kujto se Tirana, se Shqipëria është vetëm bloku. Të rinj shqiptar sot kanë problematika të ndryshme. Po le ti kapim një nga një.
po fillojmë me punësimin problematikën më të madhe të rinisë shqiptare. Po ju them shumë sinqerisht, ne jemi duke bërë një studim të hollësishëm mbi punësimin disa fish të zyrtarëve shqiptarë në administratën shtetërore. Këta janë të punësuar disa raste deri në 5 herë, 5 borderon në shtet ka zyrtar të shtetit shqiptar që figurojnë dhe marrin rroga nga shteti shqiptar, ku njerëz, djemë dhe vajza të reja, të cilët kanë diploma të shkëlqyera në fakultetet më të mira të Europës, kanë medalje ari, nuk zën dot një vend pune, po katandisen kamarier. Këtu kemi rektor universiteti, pedagog në fakultetin përkatës, antar bordi në Bankën e Shqipërisë, antar këshilli bashkiak, 4 rroga zotëria. Nuk po e zemrin se e kuptoni vetë ju kush është. Po vazhdojmë me mëtuesi. Funksione politike, jo një sekondë. Nuk i ndalon ligji, është funksion politik, po ti s'mund të thuash pse punon ai. Jo, të marrë. 4 vende, është funksion politik. Do flas. Rektori dhe pedagogu është e njëjta gjë. Ja, ta mbaroj rezervë të fjalën edhe Endrit. Adriatik përfundoje. Po ta thotë këtë mendon tani ta respektojmë çfarë. Deformimi i realitetit, po ç'mendon? Po mund të jetë e vlerëson publikun. Ta jap fjalën thuaj që po gënjen. Tani vazhdojmë. Po. Këta kartën më të fortë tyre kanë arsimin. Arsimi është një dizastër e vërtet. Nga fillorja e deri në universitet, nuk mund të quash sukses shqyrjen e portave të universiteteve, nuk mund të quash sukses masivizimin në kurrizë të cilësisë. Kurse si, këta mendojnë se i hedhin syve shqiptarëve të thjeshtë. Faleminderit. Këta mendojnë se i hedhin syve shqiptarëve të thjeshtë. Jo, nuk është ashtu. Sa vlerë ka një diplomë sot në Shqipëri, të rroft medalja ari që ke marrë, kur ai që ka babajnë biznesmen, ka babajnë politikan, ka babajnë drejtus, paguan 5.000 euro te universitetet që u ka dhënë licenca falso të falsifikuara me qeremi dhe merr diplomën e të zë vendin e punës. A nuk e zbuluam ne që djali i Umberto Bossi të Lega Nord, lutem, më le të mbaroj, të Lega Nord mori diplomë falso pa ardhur asnjë ditë në Republikën e Shqipërisë? Si? Ka fituar gjyqjen e zotërisë. Po, ka një gjë e fundit. Po, vetëm përfundoje. Përfundoj që ta kthejmë në debat. Po pra, e vërteta. Dua të flasim me radhë po shkurt. E vërteta djeg, por se le të flasim për shtetin. Po u them dhe e fundit, se jeni të padunuar, flasim për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Sot dhe rini shqiptare që arrin të punësohet, punon pa sigurime shoqërore, pa sigurime shëndetësore. Në qoftë se ai bie nga shkallësheja, ai djali punëtor i thjesht. Të lutem, kush do e mbaj në spital? Me çfarë lekësh? Partia Demokratike? Në qoftë se ai djali dhe sot 70% e të rinjve shqiptar punojnë pa sigurime shoqërore. Të lutem, pas 30 vjetësh, kush do i mbaj me pension? Sali Berisha? Ti e ke shumë gabim zotri. Ne kemi një kaos. Të japim Shqipërisë dinjitet dhe këtë do e bëjmë duke shpor nga politika njerëzit që për 22 vjet nga Shqipëri. Se ka që shparë që do të ndërhyj. Endrit. Jo, dua të them diçka më konkrete, sepse mund të flasim retorik pafund. Tani ju lutem. Unë themi gjëra pafund, po nuk japim zgjidhje. E rëndësishme të japim zgjidhje. Po flasim për forumet rinore, për trinj të cilët përfaqësojnë politikë. Sigurisht ne e dimë që Shqipëria nuk... Në fakt liseja nuk është vetëm në politikë, është në pushtet. Kështu që sigurisht që ne e dimë, keni mundësi dhe më shumë kontribut. Ne e dimë që Shqipëria nuk është perfekt në gjitha drejtimet. Por duhet të flasim për rolin dhe kontributin të rinjve në forumet rinore, por edhe në politikë. Unë mund të them një rast shumë konkret. Ne mund të flasim për zgjidhjet që ka dhënë trinjt. Lëvizja rinore për integrim historikisht që në kohë nga qenë Gens Pollo, zoti Gens Pollo, ministër i arsimit, ka pas si ka osat maturën shtetërore dhe gjithmonë ka qenë pranë të rinjve gjimnazisë për reformimin e maturës shtetërore, për sjelljen e një mature shtetërore më pranë gjimnazistëve. Dhe sigurisht sot matura shtetërore, edhe pse ka problemet e saj, ka ardhur duke u përmirësuar. Por kështu mund të flasim për arsimin e lartë. Por këto gjëra bëhen kur trinjt kanë përfaqësi. Sot nga Forumi Rinor i Lëvizjes Rinore për Integrim, në Këshillin Bashkiak nga 5 këshilltar janë 3. 3 janë të rinj, janë më shumë se 50%. Pra këtu do të flasim politikë, përfaqësimin e trinjve politikë, sepse në atë Këshill Bashkiak ai ka mundësi të ngresë zërin për një problem që ka sot Tirana. Ai mund ngresë zërin për shqetësimet që mund të ketë vetë. Dhe nga ky përfaqësim të rinjt mund ndërtojnë platforma që të japin zgjidhje. Pra për këtë gjë do të flasim, se sa të rinjt përfaqësohen politik dhe sa mundësi kanë të rinjt pasaj që këtë përfaqësim ta kthejnë në shërbim ndaj rinisë dhe në shërbim ndaj vendit. Rezan, me qenë se kishte një ndërhyrje dhe nuk e dhash. Jo, e para punës së 70% është kështu shpikje momentale e rastit 70% të rinjve janë të pasiguruar. 70% të rinjve që punojnë sot janë pasiguruar. Këtë të dhënë, Adriatik. Këto janë të dhëna nga antarësia e rinisë kuqezi. Ju them një gjë. Në
Mos është 7% e antarësisë së kuqezimit. Jo. Antarë që ka... Në qofse... Më leo ta pyes. Jo, do ta bëj kopitën unë. Jo, një sekundë. Nëse i ketë dhënë nga rinia kuqezi, i bën që rinia e shtypur është këtë ty. Po mirë, ja lëm publiku ta vendosë. Nëse fëmijët e tyre marrin sigurime, më fal mua, le mos ta votojnë Aleancën nesër. Po nëse s'marrin sigurime, atëherë turp të juve që u lini pa sigurime. Kush do ja plek nesër pension? Juve nuk funksionon kështu. Nëse ju i merrni dhënat nga rinia kuqezi, po pra një sondazh i thjeshtë, në 100 të rinj, të cilët vinë antarësohet, në 100 të rinj, të cilët vinë antarësohen, po, dhe marrim ata që janë të punësuar, e kanë fatin të jenë të punësuar, 70 nga këta zotrinj punojnë pa sigurime shoqërore shëndetësore. Publiku e ka të qartë, po çrini mo, këtu punojnë dhe të mëdhenj pa sigurime. Këtu rrezik, këtu su paguen orët. Ta mbyllur shëndetësore, apo do flasim për orët kësaj punojnë, nuk paguajnë orët e natës. Sa tezën si thot Adriatiku, unë kam një kështu, unë kam 1000 antarë nga cilët na thënë po ata tuajt janë të në punë, ato tonë janë të punë. Ata i bani më të mira. Po, e drejt. Ta përfundoj Rezani se nuk do t'janë ndërprerë. Kur vjen puna këtë rinj, çështja është gjithmonë ke përfaqësimi. Unë jam dakord me kolegun e LRI-s, problemi është gjithmonë ke përfaqësimi. Dhe gjithmonë është historia sa nga strukturat e forumit bëjnë hapin apo kapërcimin apo hynë në strukturat e partisë. Kjo është mënyra e vetme në cilën kanë forumet rinore, kanë strukturat rinore, kanë mundësi të hynë dhe të ndikojnë në politikbërjen e partisë. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka mundësi që pjesa e vjetër ose pjesa, le të themi, me kohë të gjatë në politikë, të shohet një ditë nga gjumi dhe thotë që nuk do merren me politikë. Kjo nuk ka ndodhur. Është gjithmonë një luftë brezash, brezat e ri kërkojnë të hynë në politikë dhe përpiqen që nëpërmjet mekanizmit të votës, që është ajo që karakterizon dhe zgjedhjet brenda partisë. Në fund fare njerëzit dhe brenda partisë zgjidhen me votë. Dhe të ri duhet bëhen shumica brenda partisë, të kenë mundësi të kenë më shumë përfaqësues në nivelet e larta dhe të kenë më shumë vendimarrje politike. Po sa shanse reale kanë të rinj vërtet që të hyjnë në strukturat tani që të jemi realist? Kanë. Le të hyjnë në vathën e ujqve të vjetër. Merrni dhe shikoni kryesinë aktuale të PDSH-s. Bini në kurthin e këtyre. Nuk është çështja. Jo, mos ma kemi ra kushare Adriatik, se nuk vjen asnjë sa të marrin pjesë dhe rreguohen me rrogë. Po sa bën politika shqiptare për të rreguar kauzat, për të treguar problematikat e rinisë shqiptare. Nuk është çështja më e unë mund të jap një rast konkret. Endriti ka një rast konkret. Unë do dua që debatin ta ulim në nivele konkrete. Unë do jap një rast konkret të përfaqësimit të rinjve. Nesër mbahet konventa kombëtare zgjedhore e Lëvizjes së Listë për Integrim. 30% e delegatëve që do janë për të zgjedhur strukturat drejtuese të LSI-s janë të rinj. Pra, të rinjt kanë mundësi që me anë të votës së tyre të zgjedhin strukturat drejtuese të LSI-s. Një javë më parë u mbajtën zgjedhjet për kreun e ri të Lëvizjes së Listë për Integrim. Prap të rinjt me vot kishin mundësi që të zgjidhin drejtuesin e tyre. Po në këtë aspekt në 159 qendra votimi, 300 të rinj nga Lëvizja Rinore për Integrim ishin vëzhgues procesit dhe bën të mundë që procesi të ishte transparent në ato nivele. Ndaj po them që përfaqësimi, jo po themi, jo më jam një rast konkret. Nesër 30% janë 3 delegatë. Pra, Lëvizja Rinore për Integrim, mos gaboj, ka rreth 800 deri 900 delegatë cilët votojnë për strukturat drejtuese. Çfarë do të them? Do të them që ato delegatë kanë drejt votojnë për një të ri nëse duan. Dhe strukturat drejtuese të partisë, komiteti drejtues apo të tjerë mund të përfshihen nga të rinj dhe janë këto pastaj që bëjnë politikën e partisë dhe janë këto pastaj që me anë të votës, me anë të programeve, të projekteve mund ta çojnë për dërtuar vendin dhe përtes përpara rinia. Pra këto janë raste konkrete. Kur të kthehemi në pjesën e dytë do ta bëj edhe unë më konkrete pyetjen. Elisa, donte një ndërhyrje ta fjalën. Nëse do flasim për strukturat e forumeve rinore, sigurisht ka zgjedhje, ka në një qytet si Kavaja vetëm, Freshi zgjedh kryetarin e drejtuesin e saj në atë qytet me 500 vota të trinjve, pra votohet, ka kandidat dhe zgjidhet sigurisht më i miri ai që ai duan. Po ne nuk po flasim këtu vetëm për trinjt e forumeve, nuk po flasim këtu për 20 vende pune, a 100 vende pune, a 200 vende pune që mund të marrin të rinjt e LRI-s sepse LSI-ja ka hyrë në koalicion me PD-n dhe ka filan drejtori, apo PD-ja e tjerë, se me sa di unë drejtora janë në këtë vit këtu. Ne po flasim për një përfaqësim. Ne po flasim, a mund ta mbaroj Ilva? Jo pra, po nuk mund ta abuzosh, jo, nuk mund ta abuzosh këtë drejtim. Elisa dhe pastaj mund ta. Nuk mund ta abuzoj, sepse nuk është reale. Mbarove Endrit? Jo, do të letë flasë, po mos abuzohet tjetër. Vetëm modelin e të vjetër e debatit mos e merrni, ama. Unë do ta marr fjalën kur të më lejojnë. Po, Elisa e ka fjalën tani, të lutem Endrit. Nuk është çështja e përfaqësimit vetëm të këtyre trinjve të forumit, dhe ajo është e rëndësishme për karrierën personale politike të trinjve. Dhe kjo hapësirë duhet ekzistojë së brenda. Është a përfaqësojnë forumet rinore
apo politika shqiptare e shumicën e trinjve. Ne po flasim këtu për një masë me mira, me qindra mira trinj të cilët nuk kanë asnjë akses, as në një punë modeste në fshata në qytet ku jetojnë, jo më te politika. Pra nuk kanë akses, sepse nuk kanë, babai i tyre nuk është i pasur, nuk kanë as një daj, as një gjaj, as një hall, që merret në një parti politike, le të vinë në fresh, le të japi ide, le të dëgjohet aty. Partitë politike nuk janë kazerma ku punësohen njerëzit, dhe nuk duhet të jenë kështu. Jo, nuk e kanë fjalën vetëm për organizma ku prodhohen politika. Ne kemi 3 universitar të shkëlqyer që dalin nga universiteti dhe nuk i qas kush në asnjë administrat, ta harroj kush që aty ndodh në një proces i drejtë për zgjedhje apo ndonjë konkurs. Jo, ajo është a ke të njohur, a ke para, a ke babin biznesmen, apo a ke babin me partit që drejtojnë. Tjetra gjë, kemi 3 në përfshatra të largëta, apo në për periferit e qyteteve. Kanë ardhur prindrit ati, janë zhvendosur në periferit e Tiranës, atë Durrësit, atë Vlorës, dhe kanë 18 vjetë që jetojnë po aty ku nuk ka asnjë perspektivë, ku ndarja po bëhet gjithmonë më e madhe e qendrës me periferinë, ku s'ka punë, se punë s'ka as për ata që jetojnë rreth ministrive, jo për ata që jetojnë aq larg, I tillë është aksesi. Kemi të rinj që mbarojnë jashtë, vinë këtu shkëlqyeshëm dhe të dëshpëruar ikin prap, normalisht, sepse vendet e punës I zën po ata njerëz, aq administrata, aq janë vendet e punës, I ndajnë sipas tortës së pushtetit, ca I merr në këtë rast PD-ja, ca I merr LSI-ja, ca I merr në një parti tjetër që është koalicion qeverisës, dhe këta të rinj që vinë me dëshirën e madhe për të kontribuar, prindërit e tyre kanë investuar nga nervat e tyre, nga dëshira e tyre, nga paratë e familjeve tyre, për t'i shkolluar, kanë dhënë gjithçka, kanë bërë përpjekje mbinjerëzore që këta të rinj të shkollohen, dhe nuk kanë këtu asnjë derë të hapur. Kemi të rinj të qyteteve, të rinj që jetojnë në qytete të mëdha, ku ka më pak punë se sa ka të rinj. Diploma nuk shërben për të punësuar se nuk ka asnjë lidhje me tregun e punës. Tu nuk bëhen politika që të lidhet tregu I punës me universitetet. I kanë shqyrë dyert e universiteteve, kanë dhënë licenca, cilat askush nuk I kontrollon, nuk I akrediton, a kanë cilësi, a nuk kanë cilësi, dhe pastaj thonë pse rrinë të rinjt në për kafene, apo pse në për fshatra rrinë në për bingo. Po rrinë në për bingo se nuk kanë asnjë perspektivë tjetër. Unë nuk po e nxjerr, vetëm dua ta mbaroj me një fjali. Sepse u akuzuan përpara që po e nxjim Shqipërinë. Nuk po e nxjim Shqipërinë. Shqipëria është e bardhë. Sepse Shqipëria vetë punon, ka energji, ka njerëz që ndërtojnë, shtëpia, edhe rrugët I ndërtojnë vetë, edhe fëmijët I shkojnë për të shkolluar dhe japin gjithçka që ata zhvillohen, por nuk ka një përpjekje kolektive qeverisëse për ta drejtuar energjinë e këtyre njerëzve në shërbim të tërës. Pra nuk ka politika publike për të dhënë atij që meriton haku, nuk ka meritokraci, nuk ka ndershmëri në proceset përzgjedhëse, por ka një dhunë të paaftësisë, quhet kjo, një dhunë të paaftësisë dhe të lidhjeve nepotike dhe militante të partive në pushtet. Ka të drejtë Elisa në këtë konstatim? Që s'ka meritokraci, ka klientelizëm? Së pari, po, jo, Elisa për mendimin s'ka të drejtë, sepse nga një anë filloi me tjetër gjë dhe bindën kundërshtim me ato që thoshte. Nga një anë thoshte që të rinjt kërkojnë punësim në shtet. Shteti punëson vetëm një pjesë, duke harruar që deri në 2005 ka qeverisë UPS-ja për shembull. Por duke referuar historisë së shkurtër të politikës në Shqipëri, ka funksionuar po një lloj. Do të thënë punësimi nepotik, klientelist dhe me radhë. Dhe jo meritokratik. Që është kështu. Ta mbaroj s'më preva. Sapo e pranove. Për sa I përket punësimit, tani duhet sepse këtu u banalizuar çështja sikur të rinjt angazhohen në politikë për të punësuar dhe të gjithë të rinjt që angazhohen në politikë do punësohen. Gjithë administrata shtetërore, publike, lokale dhe qendrore, me thënë nëse ka pasur 150.000 deri para pak vitesh, sot mendohet të ketë 95.000 dhe mendohet deri 2014-2015 të ketë 75.000. Duhet që mentaliteti etatist, që këtu për fatin ton të keq ka sunduar dhe të gjithë I kanë sytë në shtetin, normalisht për të punësuar dhe për të fakti është që njerëzit duhet të ndihmohen jo nëpërmjet premtimeve që do futen në një vend pune. Jo, nuk duhet, këtë besoj tha dhe Elisa, po kështu ndodh po thoshte si konstatim. Po them mendimin tim. Sepse absolutisht jo të gjithë ata që angazhohen do punësohen. Dhe natyrisht që pjesa më e madhe e tyre do zhgënjen nëse është ky qëllimi kryesor dhe qëllimi në vetvete. Ajo që duhet të bëj politika, dhe ajo që duhet të bëj klasa politike, ajo që duhet të bëj të rinj që angazhohen në politikë, është që të ndryshojnë politikat publike, është që të kenë impaktin e tyre në ekonominë reale të vendit. Duke pasur këtë impakt dhe duke bërë këto politika, do bëhet e mundur punësimi të rinjve aty ku ata e meritojnë.
Unë jam dakord që niveli i arsimit në disa drejtime lë për të dëshiruar, po kjo nuk është edhe shposhtë reformat që janë bërë në arsim. Kjo nuk është edhe shposhtë reformat që janë bërë dhe në arsimin e lartë. E në arsim parauniversitar. Reforma i shërben marrëdhënies me tregun që të lidhet, ato që mëson në shkollë të lidhet me tregun? Ne gjithmonë duhet të krahasojmë dhe duhet të kemi. Atë çfarë reforma është bërë nëse nuk është bërë kjo? Ne duhet të kemi i bazë krahasimi. Ne duhet të kemi i bazë krahasimi. Nëse ne krahasojmë Danimarkën, unë jam shumë dakord. Nëse ne krahasojmë gjithmonë duhet pa. Tani me krahasimet vetëm të heq parë që mos më kritikon se mora Britanin. Tani po bie vetë brenda. Gjithmonë duhet parë evoluimi në kohë dhe në hapësirë. Për sa i përket unë i qendroj mendimin. Tani duhet të themi që jemi mirë se kemi qenë më keq. Në lidhje me arsimin, dy fjalë vetëm. Për sa i përket arsimit dhe arsimit lart, natyrisht arsimi do liberalizuar. Amerika vetë apo kushdo rast tjetër që do të marrin si rast suksesi, janë 17 në 20 shkolla më të mira të botës, ju e dini se keni studiuar në Britaninë e Madhe, dhe 77 në 100 universitete më të mirë të botës janë amerikanë në Britani. E kanë shkollën e lartë të liberalizuar. Duhet jepet fund konceptit etatisë që do kontrollohet shkolla. Ku ndryshon? Ndryshon që jo të gjithë i futen në shkollë dalin. Dhe jo të gjithë, mos ta lidhim liberalizimin me ta lidhim pak me cilësinë, se me liberalizim dhe me cilësi ka një distancë shumë të madhe. Po pra, atë po them, që në Amerikë që të dalësh doktor apo jurist, do bësh 8 vjet shkollë, do paguash një test me para, edhe do përballohesh me tregun e punës. Nuk ta e ke të siguruar se ta ka lënë babaja apo ta ka lënë dikush tjetër. Më duhet ta përfundosh këtë pjesë, po dua të më japësh një përgjigje të sinqertë. Ilir, pra ti vërtet mendon se sot në administratë mund zësh vend pune nëse nuk ka atashim me një nga partitë që është në pushtet? Faleminderit për pyetjen. Unë mendoj që për të ndryshuar gjërat në këtë vend, unë jam vetëm një nga ata që kam shkruar 8 vjet, domethënë në median e shkruar, kam dalë, kam kontribuar në mënyrë me aq sa kam mundur, me aq sa hapësirë sa më është dhënë, dhe mendoj se përfaqësoj një shumë të rinj të reja, kudo që kanë studiuar në Perëndim, që kanë studiuar këtu, që të cilët mundohen dhe nuk kanë aksesin e duhur. Është për të ardhur keq që niveli i të rinjve në politikën shqiptare, e them me përgjegjësi të plotë këtë, është shumë më mediokër se të rinjt që punojnë në organizatat jo qeveritare, se të rinjt që punojnë në botën universitare, se të rinjt që punojnë në sektorin privat. Është për të ardhur keq, është fatalitet, gratë e politikës, një kategori tjetër, do me thënë me shumë pak përjashtime, lënë vend jashtëzakonisht për dëshiruar. Nuk është thjesht punë sasi, hajde bin 30% të rinj, 30% gratë, i fusim me lista. Pse nuk bin të rinj cilësor? Pse nuk bin të rinj? Unë kam shoqën time që kam mbaruar për raste personale, me shumë përmendë, me 2-3 mastra me doktoraturë në Francë apo në Belgjik, shkon punon në Komisionin Evropian dhe nuk ka mundësi të punoj për ambasadën shqiptare. Dhe është gati, është gati të vinë administratën shqiptare të alër punë në Komisionin Evropian. Të vi këtu se ka vokacion, sepse do t'i shërbejnë vendit saj dhe nuk gjen hapësirë. Kjo është e vërteta tani. Po di ju është akoma në koalicion, Se mu duk interesant konstatimi, Adriatiku ka një ndërhyrje. Kemi dhe mendimin e lirë dhe kritik në parti. Ne duhet ta pranojmë që sot vishemi më mirë se para 10 vjetësh. Më mirë se para 10 vjetësh. Kemi rrugë çik më të mira se para 10 vjetësh. Nuk i mohojmë këto. Por këto përgjithsisht në 90% të tyre nuk vinë si rezultat i politikbërjes mirë të atyre që na kanë drejtuar, qoftë majtas apo djathtas. Këto vinë si rezultat i punës palodhur të prindërve tanë, të cilët derdhin dijes ditë për ditë. Vjen si rezultat i gjakut që është derdhur nga emigrim. Ato para të cilat vinë në Shqipëri nga emigrimi janë para djerse, janë para të marra me gjak dhe mos të fryhen këta si kaposh se janë bërë investime me paratë e emigrantëve. Jo, këta e kanë për ata që ju drejtojnë. Investimet që bëhen në Shqipëri bëhen me paratë e buxhetit shtetit, që janë taksa. Po GDP-a ka si zot vet, GDP-a ka si zot vet edhe të ardhurat nga remitancat dhe këtë e pranon vetë kryeministri jot që thotë lidhje ka GDP-a me investimet. Po pra, po në raport me kë bëhen investimet nëse? Në raport me investimet që parashikohen të bëhen, s'kan lidhje. Po nga gjendën këto lekë? Nga taksat që vilen. Vetëm nga taksa? Po pse? Po taksat nuk i paguan ai gjyshim që ka djalin e emigrimit, cili i vin lek nga emigrimi? Po ti vet pagon taksa? Po. Atëherë ti punon. Janë shumë i rregull. Punon? Unë dua ta përqendroj debatin te pjesa e rinisë shqiptare. Ne kemi aq problematika. Po pse mo nuk kujtojmë që të rinj çam nuk lejojnë të kalojnë në kufi? Nuk lejojnë. Unë jam djalë Sarandiot. Kam shok dhe shoqe të cilët janë çam. Nuk lejojnë që bot të kalojnë. Pse nuk e përqendrojnë bisedën që të rinjtë shqiptarët e Preshevës, Luginës Preshevës, shqiptarët e Ulqinit, Tivarit, shqiptarët e Gostivarit, Tetovës, nga shteti shqiptar nuk marrin asnjë mbështetje. U nxjerr vetëm drejtën e studimit, por nuk u siguron këtu konviktet, nuk u siguron një bursë. Pse i lejon ai? Mirë atje nuk vete të bëj shkolla, nuk vete të bëj spitale, nuk vete të bëj maternitete, po të paktën një bursë keq për 200.000 lekë shteti jon, keq për kaq pak lekë shteti jon. Po këta bëjnë reklama për në NATO. Kisha akoma dyshime se nga cili kah politik janë këta si parti. Po, fundimisht janë të marrë. E more vesh tani ti. Se këta pretendojnë që të themi një para 90-s, kushteti kujdese për t'i fut njerëzit në punë, gjithë do të kishin një punë, gjithë duhet shkolloheshin
Gjithë duhet të kishin shtëpi, shteti nuk kujdeset për Po çdo apo njeri komunist tani se individualisht. duam atë dheu, se flasim për çështjen kombëtare, Jo, dakor. s'është puna dheu kjo, kjo është punë që hajde të spenzojmë. ti mendon se duam çështjen kombëtare, na quajmë komunistë, kemi përnder çat duash më na thuash. Tani një sekond. Apo të dëshirosh që gjithë të duan një shtëpi, apo të besosh që të kesh një shtëpi është e Po ta drejtë. kesh, Nuk është pengon vetë ta privilegj. kesh shtëpinë, më shtëpinë e ke për të lesë- drejtë ta zgjedhësh dhe ta marrësh. Po të kesh 7 makina radh Këta kur them këta të mëdhaja se i ke bërë Po, ja, shkak ta të besimit shpjegoj. që Ja, ta janë shpjegoj. të zoti, kush janë Po këta? ata që shpjegoj, kanë bërë për një shkak sekond, pra, një meritës, sekond. më fal tash se. Po keni durimin e respektin se keni 22 vjet o burr, ne sulodhëm 22 Ti vjet, e ju ri, lodhëm du 2 ta minuta. fitosh vendin që Po të ki krijosh, durimin respekti o burr, krijohet, se- nuk merret keni a 22 priori. vjet që Nuk flisni merret o burr, me na ndon, vini 2 minuta. merret me Respekti qetësi. Po, krijohet tani po duke ju thënë them, gjërat vërteta. Me këta unë në kuptoj. Që ta kuptoj ai me kë jemi ne në çpozicion. Kush janë këta? Jo, kush janë këta? Këta kush Ta janë? Ta janë kombi. PD-ja nga 92 që erdhi me votën e studentëve dhe i mashtroi, PS-ja e 97-ës deri në 2004 dhe PD-ja e 2004-ës deri në sot. Pra këta janë. 2005. Po, 2005. Mos ja u hiqi Më falni vit se kam pushtet. qenë i vogël. Po, hoqa një vit në fakt. Për një vit bëhet shumë lehtë. Përfundoj se më duhet shkoj në publicitet. Po e përfundoj. Pra, kur them këta, them nga 92, nga 90-ta që u kthye sistemi e deri në sot që po flasim. Këta kanë funksionuar, në fakt, këtu duhet ta heq këta. Partia Demokratike sotme funksionon në bazë të parimit. Shkollor, mbaj me lek rripi prindrit pedagogët e korruptuar dhe rrugë të mbarë për në emigrim, se lëvizjen e lirë ja u ka siguruar zoti Salim me zotin Jozefin. Kaq. Me zonjën. Zonjë. Dakor. Me zonjën. Do shkojmë publicitet, Po, do të them pas emocionova pak se në debat s'kemi. përsëri. Mos u largoni. Ju siguroj për një gjë, nderuar televizionistë, se i bëj një gabim vetes që e përsëri gjithmonë. Kur fus publicitetin, duhet ta lënë ndezur kasetën ta vë rekord, se biseda shumë interesante kur janë publicitet janë më të çliruar se sa kur janë përpara kamerës. Megjithatë, besoj se një pjesë aty argumenteve që u tha mund ta them edhe tani. Elisa, kishte një vazhdim të argumenteve që po thonin më parë. Kur njerëzit arrin një pikë të pashpresë, në kuptimin që ka humbur shpresa për ndryshim, jo këtu, po kudo, ata i drejtohen, mund të drejtohen edhe disa alternativave populiste. Ka ndodhur kudo në Evropën lindore. Pra zhgënjehen nga ajo që quhet superstruktura, klasa politike e madhe, partive të mëdha dhe i hedhin dhe krijohen disa parti të tjera, të cilat pretendojnë që janë o nacionaliste o që do shpëtojnë vendin o që kanë zgjidhje për gjithçka. Të lutem të ta mbaroj. Nuk e kam fjalën. Më lejoni mua ta drejtoj debatin. Në rast nuk e kam fjalën për ju se ju nuk jeni rrezik real. E kam fjalën për gjithçka çka ndodhur, çka ndodhur në Evropën lindore. Do kuptonim që është rrezik real tani. Po, vazhdon në rregull. Të lutem. Dhe ndodh kjo shpërthim, ky shpërthim dëshira e njerëzve për të parë për alternativa. Po alternativa është shumë e qartë tani. Unë nuk dua të bëj këtu as propagandë, nuk dua të bëj as të flas me klishe, as të them zgjidhni këtë apo zgjidhni ata apo na zgjidhni ne që jemi të mirë, po duhet mendojnë të rinjt njerëzit diçka. Në qoftë se nuk organizohen vetë, në qoftë se nuk ngren çështje vetë në komunitetin e tyre, në qoftë se nuk japin zgjidhje, po përdoren vetëm për mitingje, për fasad, për ngritje flamujsh, për ngjitje posterash, asgjë nuk do ndryshojë në këtë vend. Nuk do ndryshojë kurrë, sepse kudo një masë e cila drejtohet në mënyrë të pandërgjeshme në një drejtim apo në një tjetër, apo ndjek populistin e radhës, është një masë e cila është e destinuar mos të ketë një jetë më të mirë. Pra ndryshimi dhe të ketë diktatura. Ndryshimi fillon nga njerëzit, fillon nga organizimi, fillon nga refuzimi aty ku ata jetojnë, fillon nga besimi dhe nga shpresa që gjërat mund ndryshojnë, që kanë qenë më keq, janë bërë disi më mirë dhe mund bëhen shumë më mirë. Ajo që po të falësh, lutem ta mbaroj, se keni këtë padurimin për të qenë prezent. Po tani jam edhe në qendër kështu si partia më e madhe në vend, se Partia Socialiste është partia më e madhe në vend. Jo, në fakt të kam ulur në qendër si zonjë. Edhe si partia më e madhe që t'jemi sinqert me publikun. Dhe duhet organizuar vetë për të patur më shumë shpresë. Nuk mund me politikën e mohimit të çdo gjëje 22 vjet ne të ecim përpara. Nuk mundet më, është e vjetër kjo gjë. Është klishe kjo gjë. Sigurisht që PS ran dakord këtu. Jo. Sigurisht. Ilva. Interesante kjo. Zonja Ilva, ja ta përmendoj pavarësisht të na shajë. Që mos ta kryqëzojmë në këtë pjesë. Po. Është klishe kjo gjë, është e vjetër, vetëm për një arsye shumë thjeshtë, se nuk ndryshon asgjë. Të mallkoj unë në shtëpi, të mallkojnë gjithë këta që janë këtu.
në shtëpitë e tyre për kace. E të gjithë njerëzit nëpër televizor nuk ndryshon, do vazhdoj akoma të jetë po një njeri, do vazhdoj po të jetë i njëjti sistem në krye dhe ne do vazhdojmë të jemi turma, sepse në fundit çdo popull ka fatin që meriton. Jo, fatin që meriton nëse nuk organizohet. Ajo që duhet bëjmë është ta rilindim vendin. Ta rilindim përmes organizimit ton, jo për Edi Ramën, jo për Partinë Socialiste, por për alternativën opozitare më të fortë, më të mirë, më të qëndrueshme. Të bëhemi bashkë me alternativën më të fortë që ka të gjitha shanset. Intervista që u mu përmend sot këtu nga ai djali i Elbasanit, kryetari i FRPD-s, ishte një intervistë shumë e thjeshtë, që thoshte fresh është baruti brenda minës që do hedhi ner. Kishte gjetur një figurë tjetër. Jo, është tamam rënjët që do lulëzojnë. Jo, as rënja. Se baruti dhe mina as rënja kanë konotacion negativ. As lulëzim, sepse këto janë zbukurime. Po do e vini që do hedhi ner sistemin e klientelizmit, sistemin e hajnis, sistemin e korrupsionit dhe kapjes shtetit. Që qeveria aktuale ka treguar që do t'i bëj. Pra, të më falësh, do ta mbaroj këtë pjesë. Dhe ka treguar që e ka humbur të drejtën morale dhe politike për të qeverisur këtë vend. Është mjaft. Nuk ka nevojë më për një rënim të vazhdueshëm. Ka nevojë të rilindim. Dhe mund ta rilindi vetëm, siç e thash, opsioni dhe opozita më e fortë, më e qëndrueshme, më e organizuar, më vitale, më e gjallë, që është Partia Socialiste. Vetëm se mos bëjmë fushat, dhe Forumi Rinor të përpiqemi të mbetemi brenda kuadrëve të një bisede. Kjo nuk është fushat dhe nuk është kam përshtypjen që po përbënin pak fushat dhe ruajeni këtë për tribunat politike ku shkoni, sepse ky është një debat që duhet të merremi më shumë me ide dhe me realitetin e të rinjve. Këto janë ide. Në qoftë se nuk besojmë te kjo që themi, atëherë pse duhet ta propagandojmë këtë edhe në terren? Unë besoj te ajo që them. Freshi beson që është Forumi Rinor që mund të bëjë ndryshimin në terren, sepse është forumi më i organizuar, kapilar, ka organizat në çdo fshat, me 10-13 dhe këtë gjë dhe mund ta ndryshojmë. Adriatiku. Po. Tani, shkurt, lutem se ke marrë shumë kohë. Shumë shkurt, më falni. Po na takon. Jo, atë nuk e vendosni çfarë u takon, ju lutem mos harxoj minuta. Tani, po thosha, dëgjuesit e vëmendshëm duhet të kenë kuptuar që deri në momentin që unë përdorja këta, Elisa që e qet. Në momentin që te këta futa PD dhe PS, filloi sulmi, mos votoni ata që bëjnë populizëm. Po kush bën populizëm? Ne që ngrëm lart flamurin kombëtar, ne që këndojmë himnin kombëtar. Po gjithë kemi flamurin. Po populizëm është që kryetari jot del para fushatës dhe hidhet përpjet duke kënduar këngë për Tiranë, ku diun se çfarë. Populizëm është që kryetari i Partisë Demokratike, kryeministri i vendit, del dhe thot fola me Zotin. I kërkova Zotit, thot më shtoj jetën dhe pushtetin. Jo, ne duhet rrimë këmbë në tokë. Ne kemi shumë haue. Duhet mendojnë të rinjt shqiptar se sa haue kanë, çfarë problematika kanë, të përditshme. Duhet mendojnë familjet shqiptare, ç'është problematika kanë. Vota është një drejtë. Ju lutem. Vota është një drejtë që qytetari e ka për treguar jetën e tij në 4 vitet e ardhshme. Nuk është një trashëgimi e lënë amanet nga gjyshi apo babai. Në qoftë se politika, që ajo partia e cila ti ke dhënë votën, nuk e respekton kontratën, pra programin për cilin ke dhënë votën, ju duhet mos ta votoni. Ju nuk duhet ta votoni. Nuk është trashëgim ajo. Vota është një drejtë, duhet ta fiksojmë këtë. Vendet perëndimore hecin sepse e konsiderojnë votën një të drejtë themelore, një mundësi për të ardhmen. Indrit. Përsëri më duket teorike, retorik dhe ne si trit duhet largohemi edhe një herë them nga stili i politikës vjetër. Ky është një stil i politikës vjetër. Ne duhet të themi gjëra konkrete. Nëse themi që vërtet ka probleme me punësimin në Shqipëri, me punësimin e trive, atëherë si do bëjmë dakord që këtë proces ta çojmë drejt zgjidhjes, që të ecim më shpejt për punësimin e trive. Nëse themi që Shqipëria nuk mund të themi që Shqipëria nuk ka progres, por duhet të ecim akoma më shpejt që të kemi disa gjëra që janë më shumë në shërbim të rinisë. Sot mund të flasim shumë mirë për shembull si të zgjidhim për atë të riun i cili është atje në atë zonë rurale dhe nuk ka mundësi, për shembull, ka probleme ekonomike. Atëherë mund të flasim me të rinj, të cilët janë në parlament apo i përfaqësojnë diçka që të krijojnë lehtësira fiskale për këtë rinj, duke marrë me ligjin që miratohen në parlament. Pra këtë gjëra duhet të themi, këtë gjëra duhet të bëjmë, që me idenë që ai i ri që është atje në zonë rurale të ketë lehtësira fiskale, të ketë mundësi kreditimi, që të hapi një biznes. A keni një rast konkret që e ke bërë dhe ka rezultuar i suksesshëm? Absolutisht, ne mund të themi. Kanë përmirësuar projekt ligjin, kanë dëgjuar, a loboni ju me ata që keni të përfaqësuar në parlament? Absolutisht ne lobojmë dhe nesër ju do shikoni të dëgjoni mjaft mirë platformën e Lëvizjes Rinore për Integrim për të Rinjt, platformën e Lërisë për këto të rinj të cilët jetojnë në zonë rurale, platformën e Lërisë për arsimin.
Unë po them shumë qartë, ne duhet të lobojmë dhe të ndihmojmë të rinjt cilët kanë akses të ecin përpara me zgjidhje konkrete. Zgjidhja konkrete është kjo. Zgjidhja nuk është punësimi, besoj. Absolutisht nuk është zgjidhja punësimi. Nuk është zgjidhja punësimi. Por kur ti nuk është zgjidhja punësimi, por kur ti krijon një mundësi, një të riu që jeton në një zonë rurale, që të ketë lehtësira fiskale e biznes, i cili ky kreditohet dhe merr një krijon një biznes sa vërtet ku diun për shembull një zonë bujqësore. Atëherë çfarë do ndodhi? Do ndodhi që ky ri ka më shumë mundësi punësimi dhe në ato zonë përveç se do punësohen të rinj tjerë, do ketë dhe impakt, do ulet dhe koeficienti i problemeve sociale. Se po shohim që problemet sociale janë, domethënë, po dalin për ditë probleme mund të sociale. Atëherë këto gjëra duhet na shqetësojnë dhe me këto gjëra do të merrem. Nuk do të merremi tani politika ngrita flamurin kujtëzia apo jo. Gjithë jemi patriot. Çdo parti politike në thelb ka patriotizëm se i shërbejmë Shqipërisë, i shërbejmë vendin tonë. Por çështja është çfarë do bëjmë për Shqipërinë, çfarë do bëjmë për rinia shqiptare të eci përpara, çfarë do bëjmë që rinia jon të mos ndihet, ku diun, e cënuar për të vazhduar për të ecur përpara. Ne duhet të japim zgjidhje konkrete. Dhe zgjidhjet konkrete jepen në bashkëbisedim me të rinjt, duke i dëgjuar të rinjt dhe duke parë vërtet probleme që ka të rinjt. Zgjidhja konkrete jepet duke shkuar atje në zonën më rurale të Shqipërisë, ta shohësh vetë, ta prekësh vetë shqetësimin që mund të ketë ai të ri. Se vërtet mund të themi që ka progres, por progresi ne duhet të ecim më shpejt drejt progresit, drejt zhvillimeve të atyre zona, atyre probleme që kanë sot të rinj. Dhe kjo është zgjidhja, nuk është zgjidhja me retorikë e bosh, me politikë tani jo kështu PD, jo kështu PS, jo kështu LSI-ja. Ne jemi gjithë të rinj, do të japim imazhin e një politike bashkëpunimi, do të japim po mbrojmë të rinj duke thënë, po mbrojmë. Po do ja bën politika të djatha, të majta, po si ja bën politika të djatha, bëjmë një konglomerat, një lëmë shimat që jetë merre vesh këtë pjesë. Të lutem Milva. Elisa, ke folur gjatë, të lutem. Rezart, pas e ta fjalën. Pastaj, e ka i liri më vonë. Para zgjidhjes kuptojmë që PD-ja është qeveria e qendrës djathtë. Dhe një qeveri e qendrës djathtë merret me politika për liberalizimin e tregut. Ajo që ka bërë PD-ja gjatë 7 viteve të fundit ka qenë korrigjimi i tregut, korrigjimi i mekanizmave të tregut. Nuk mund të merremi me çdo individ, ama mund të ndihmojmë që tregu të kujdeset për çdo individ që të ketë hapësirën për të gjetur një vend pune. Dhe kjo bëhet për bujqësinë. E kemi bërë duke dhënë subvencione për fshatarët, për punonjësit, për ngritjen e fermave, për frutorët, për arrorët, gjitha këto janë mekanizma që korrigjojnë tregun. Këto lehtësojnë mundësinë që një banues i një zone rurale, i cili nuk ka mundësi të vinë qytet dhe ka vetë vështirë po të vinë qytet të gjejë një punë se nuk ka përgatitjen e nevojshme, të ketë mundësi të krijojë një biznes tim familjar. Dhe janë rritur fermat bujqësore në Shqipëri, keni 380.000 ferma, janë të vogla, por të paktën janë. Jo, po çfarë bëjnë me atë produkt që prodhojnë? Nuk kanë mundësi as ta shpërndajnë, as ta shesin. Nuk është e vërtetë as kjo, sepse në paktën e 3 vitet e fundit eksporti i Shqipërisë në ferma zorë se i ka Franca. Seriozisht. E di çdo më thon fermë bujqësore? Një fermë bujqësore me shkencë duhet jetë mbi 1 hektar. Të lutem, me 7.500 njëshin, ti e ke fragmentarizuar tokën nga një dylim për frim. Gjithë familja, 6 antar bën 6 dylim. Ku do e bëj këtë fermë po s'është 1 hektar? Po flasim me ferma shkencore, s'mund flasim 360.000 ferma bujqësore, po kjo është të gënjesh ku di unë mes ditës e mes natës. Duhet ta përfundoj Rezante, po. Sepse normalisht, pavarësisht se çfarë thotë Adriatiku me fjalë, koncepti ferm përkufizohet në ligj, dhe është ligji që përcakton se sa është ferma dhe jo sa thot teorikisht dhe shkencërisht Adriatiku. Jo, nëse unë kam gabim mund dal nesër me profesorin bujqësisë dhe thotë ai djalë i ri i Aleancës Kuqezies. E ke gabim. Po e them që e kam shumë të saktë. Po e ke gabim, mos unë punoj në Ministrinë e Drejtësisë dhe po them që ligji përcakton ndryshe se është ferma bujqësore. Dhe ti nuk e din se çfarë përcakton ligji. Merr lexoj ligjin për regjistrimin e fermave bujqësore dhe pastaj shikoje. Jo, fare. Ligjet ju i bëni siç ju interesojnë. Jo, më ligjet bëhen si shkencërisht. Fermë bujqësore quhet ajo që kalon 1 hektar. Po s'kalon 1 hektar, nuk quhet fermë bujqësore. Ke gabim, debatin për fermën të lutem. Ke gabim. Ta mbaroj Rezati se kam tema tjera pa ju pyetur ende, pa i hapur. Po nëse se këta nuk din dot këto gjëra të mëdha, do merren me të vogla tani. Gjithë problemi, po ne nuk respektojmë radhën në një institucion. Të shqiptarët vëmë për së gjëri, se i mungojnë lutem. Po ka shumë për të thënë sa të lutem. Qofse do ta bëjmë kulturata, mbajmë mend shumë kulturata tuaja. Politikë kemi shkuar larg shumë. Qofse do ta fusim dhe radhën këtë çështje, këtë probleme dhe çështjet që duhet zgjidhë kryeministri i vendit, kemi shkuar shumë larg. Qeveria bën politika, korrigjon tregun dhe krijon në treg mekanizmat. Liberalizimi i universiteteve kishte për qëllim të krijohet cilësia. Cilësia nuk krijohet me shkop. Është tregu që ai kërkon cilësinë. Është tregu i cili nëpërmjet për zgjedhjes elementëve më të mirë në punë. Cilësia krijohet dhe me kritere. Po. Me akreditime. Por
me kontrole. Kjo është absolutisht e vërtet. Funksionon në një këto mekanizma që unë sa përmënda? Gjithë mekanizme që funksionojnë. Se kemi profesor Ilirin. Po Iliri është profesor, unë nuk jam profesor, kam qenë student. Po jo, dhe jetojmë në Shqipëri. Dhe tregu funksionon. Problemi është që këtu mekanizmi korrigjus final është tregu. Nëse unë shkoj në një biznes dhe nuk di të bëj punën time, a është i detyruar të mbajmë punë? Vazhdojmë vëmë theksin ke çështja e të punësuarit në shtet. Në Shqipëri ka 900.000 të punësuar. Nga këta vetëm 1/9 apo më pak se 1/9 janë të punësuar në shtet. Tregon që tregu funksionon, ka punësime dhe po të kërkohet dhe kushdo që po kërkon të gjej një punë e gjen. Fund fare, po dilni qoftë dhe një nga rrugët e Tiranës do shikoni, kemi shtypshyri, keni të paktën 4 dyqane ditë e fundit që kërkoj shitse. 10 të rinj punojnë, statistika, për çfarë po thënë? Mbaron fakultetin e drejtësisë dhe shitse. Domethënë, ky është koncepti. Mbaron fakultetin e drejtësisë dhe shitse. Po pse kush ka thënë që kur mbaron fakultetin e drejtësisë do shkosh se zbën jurist? Veteriner kafshësh. Çfarë bëjmë? Jemi shumë larg konceptin një shteti modern. Një student më tani të respektojmë njëri tjetrin. Me të gjitha 5 fakultetin juridik duhet të punoj jurist. Unë mos më bëj të zemra në gojë se kam mbaruar fakultetin juridik dhe po nuk dua të kaloj në emra. Njerëz, djem dhe vajza, të cilët janë medalist po të them, janë detyruar punojnë kamarierë. Nëse zonja më lejon të them emra, unë them dhe emra. Jo, nuk themi emra. Meqense pas ke medalje xhanom. Ja ku kemi dhe medalje tjera. Me lejen e Adriatikut në radh parë. Jo me Adriatikut nuk jep leje. Me lejen e të gjithë. E jap unë Ilir, të lutem. E lëm sarkazmin se kërkoj lejen sepse nuk kam ndërprer asnjë deri tani për dënë një modelin tim, domethënë, të respektimit debatit dhe të ideve të njëri tjetrit. E para këtu nuk kemi ardhur për të folur për çdo lloj problemi që ka Shqipëria. Siç e thash në fillim, domethënë bashkë me njerëz që kanë vokacion të njëjtë, kemi shkruar, kemi debatuar, kemi qenë politikisht aktiv dhe kemi sharë dhe kemi nxirr çfarë do gjë që nuk shkon në këtë vend. Problemi është që ne jemi të rinj në një farë mënyrë, qoftë si moshë, qoftë si vokacion, qoftë si mentalitet, formime të tjera. Çfarë mund të bëjmë ne për të ndryshuar? Pasi njerëzit janë të lodhur duke u përsëritur probleme. Natyrisht që ka probleme, absolutisht. Që nga çezi dritat unë dëgjova me shumë vëmendje pjesëtarët e nderuar të auditorit që po ankoheshin gjatë pushimit. Të gjithë e kemi këtë problem. Problemin ndonjëherë me ujin, problemin te shkollat e fëmijëve, problemi Shqipëria ka sa duash. Problemi është që gjithmonë duhet shmangur retorikat populiste. Shumë e thjeshtë të thua, çdo gjë shkatran. Natyrisht do marrësh ovacion, natyrisht do marrësh një duatrokitje. Po as gjithë kjo gjë, problemi është ka gjëra që janë bërë apo janë në një proces ndryshimi. Ka gjëra që këtu janë bërë katran nga politika e përbashkët 20 viteve. Faj njërit, faj tjetrit. Natyrisht nuk mund të thuash janë të gjithë që janë në politikë, janë rrugaç, janë bandit, janë njerëz pa ide që futen aty për të vjedhur, se po dhe këtë model nuk futet njëri në politikë. Natyrisht, të gjithë ne që mi futur në politikë... Po dhe një prurje të madhe këto vite që ketë marrë pushtet, nuk kemi parë. Jo, ka pas prurje. Ja, më falë të mbaroj një të zartë. Aktiv në pushtet, që të marrin pushtet real. Ka pas prurje. Unë mund të përveç prurjes të famshme të njëshin me studentet që ju. E kera si për kopin 2005. I 2005 ishte një prurje. 2 elementi mbjetuan nga kopit pushtetit. Tjetër punë çfarë mbjetuan? Jo, nuk është vërtet. E para një. Pushtetit lartë ekzekutiv? E para një. Malinda Bregu, Lulzim Basha, Aldo Bumçi, 3 ministra. Po 3 ministra janë... Unë thash 2 që nga në 3. 30%. Po 3 ministra, Ideja është që e para një, o Adriatik, lutem, me lejen tënde. E para nuk është ideja se sa numra janë. Ideja është që kopi, kur u futu si frymë. Pasi se sa impakt pati, apo çfarë ndodhi me pjesëtarët individual të kopit, kjo është tjetër situatë, unë si datë përmbrojtja as kopit, po themi si frymë dhe si ide. Tani natyrisht nuk mund të futem të dalin pension dhe këtu jam dakord në Rezartin, gjithë klasa politike e vjetër dhe të futen gjithë të rinj. Të rinj natyrisht është dhe sfidë, është dhe treg, është dhe garë, është një lloj si në media. Dëgjoja një kolegun e nderuar Andrea Stefani në një studio televizive, tha, po media analizat ta tregu i lirë është, të vi kush doj. Po sa njerëz janë që duan të shkruajnë, dhe duan të futen në këtë treg, dhe kanë vokacionin dhe kanë dëshirën, po nuk futen dot. Domethënë, ideja është që unë i lirë kam ftuar gjithmonë. Jo, nuk e diskutoj. Duhet të them që po flas në parim. Tregun duhet ta bëjnë këta, duhet ta bëjnë teleshikuesit, audiencën. Media, akademia, çdo lloj biznesi privat apo shtetëror, në një farë mënyrë është një treg. Jemi te politikat. Po, politikat duhen bërë strategjitë. Ju morëm një rast dhe u morëm disa raste për sa i përket firmave bujqësore, për sa i përket bujqësisë. Mund të marrë një rast tjetër, arsimin profesional. Përderisa kam dhe pak kohë që po punoj me arsimin profesional, dhe kam një farë njohje të fituan dhe duke ju bazuar në strategjinë e re që po bëhet. Arsimi profesional në Shqipëri ka qenë neglizhuar. Po mos harrojmë që arsimi profesional në vende të tilla si Zvicra, si Austria, si Gjermania,
dhe vendet tjera e kanë mbi 50% mesataren e atyre që shkojnë në arsim profesional në shkollë të mesme. Dhe pastaj kanë arsim profesional postsekondar. Dhe natyrisht janë këta njerëz të cilët përbëjnë bërthamën e atyre që janë zanatçi, që këtu kanë një lloj konotacioni pak pejorativ, duke ju referuar dhe eksperiencës së regjimit komunik, ku shkolla e lartë që një luks, dhe kjo ka bërë që sot e kësaj dite njerëzit jenë të prirur drejt shumë në ndër shoqërore apo drejt asaj me idenë. Por këto janë defekte të tregut. Ka një vitet e fundit, po shikohet pak më me arsimi profesional, po mund t'ja vetëm pak shifra, ka 15% rritje vjetore, vetëm këtë vit janë 8500 zënës të rinjë që janë ardhur për herë të parë. Ato që janë më të preferuarat janë që na shërbim mjeteve transportit, që nga hidraulik, profil mekanik, shkolla bujqësore, na po 4 shkolla të reja bujqësore këtë vit, dhe strategjia synon që të arrijë deri në 33% deri në 2020 të punësimit të pjesëmarrjes së përgjithshme në arsim profesional në vend të hapen dhe shkolla postsekondare. E di sa kërkojnë këta? Vetëm Italia kërkon të 700 tani, që duan certifikata dhe ato. Dhe ne jemi në proces edhe për ata migrantët që janë jashtë, që tu certifikojmë dijet që ata kanë marrë, pasi ata mund të jenë zanatçi shumë të mirë, njohës shumë të mirë të programit të tyre, por i mungon certifikimi i dur që ata punojnë qoftë në vendet ku janë sot emigrantë për t'u lehtësuar jetën dhe që paguhen më shumë, një zanatçi në Amerikë, një mekanik pa shkollën 2 vjeçare që bëj pas shkollës mesme, e kishte rrogën $10 si punëtor i kualifikuar. Me atë certifikat, me atë diplomë, e kishte rrogën $45, ai sa kishte një doktor që kishte bërë 7 vjet shkollë. Këto janë modele. Certifikata që jep shteti shqiptar e lejon atë shqiptarin që punon në Londër që ti quhet? Po pra, këto janë një seri reformash që janë duke u bërë tani dhe për këtë gjë flas me kompetencë me përgjegjësi të plot, të cilat do mundësojnë reintegrimin në treg dhe këtë punë mos harrojmë, Portugalia para pak vitesh e ka bërë. Me thënë, nuk është se në 2007-ën ka qenë për të arritur kjo shifër dhe nuk është asnjë kur jeni në opozit mund thua çdo lloj gjë. Problemi është kur vin pushtet. Elisa, po flasim që vëshën 5 vjet që të konkretizohej si iniciativë. Ka një gjë, në 2000. Po kjo është një iniciativë. Flasim konkretisht për disa politika, se u përmend më parë që qeveria ka për detyrë të bëjë disa politikat të cilat e shtyn përpara vendit. Unë dua të marr vetëm politikat e privatizimit, që kanë rezultuar totalisht të dështuara dhe dëmtojnë të gjithë popullsinë, të lutem, ta them, të gjithë popullsinë shqiptare, po kryesisht të rinë. Çezi, Armo dhe sfundi Alpetroli. Të gjithë e kemi parasysh se si u bë procedura e Alpetrolit. Pra një procedurë e cila privatizimi i cilës e para i bëjnë ligjet për të favorizuar një grup të vogël njerëzish, jo shumicën e popullsisë shqiptare, siç rezultoi që ishte Çezi, një privatizim pamend, i cili nuk ka përmirësuar as cilësinë dhe as pagesat. Pra për ta thënë shqip, po rrjepin njerëzit përmes pagesave në një privatizim që ka favorizuar shumë pak njerëz, kemi rastin e Alpetrolit. E di çdo të thotë që të shitet një pasuri kombëtare, kyçe për ekonominë shqiptare, për strategjinë, që është pak a shumë 10 deri në 12% e GDP-së së vendit, të jepet një njeriu apo një grushti të vogël njerëzish që qëndrojnë pas tij. Praktikisht kjo do të thotë që ekonomia shqiptare 10 deri në 12% e GDP-s do kontrollohet nga një grusht i vogël njerëzish. Po kjo është po kjo është të po mirë pse? Po ta çelën një kompani tjetër për 500 milion. Ku ka vend të botës? Ku ka vend të botës i cili i nxjerr në shitje 100% kompanitë e veta strategjike? Ku ekziston ky vend, i cili shet të drejtat e 100% të drejtat e shpërndarjes së energjisë, naftën e një vendi dhe ai jep atë një grushti njerëzish. Kjo është kryekput krijimi i një oligarkie ekonomike, apo kompani shtetërore energjie, politike. Pyet, nuk e di nëse është dëgjuar rezervin. Ka kompani shtetërore që janë 100% shtetërore? Ka kompani shtetërore. Do t'ja prastet, sigurisht shkurtëm do të kemi publicitet. Absolutisht. Kam 2 lidhje deri për deri në koça dhe absolutisht. Të lutem. Në Europë, kompani nafte shtetërore s'ka. Në Europë, në Bashkimin Evropian, ku ne synojmë të integrohemi, nuk ka asnjë vend që ka politika i cili i shet të gjitha të drejtat e shfrytëzimit të naftës apo të pasurive të një vendi. Nafta do ta privatizoj kur të vi vetëm pushtet. Ama të lutem tani po. Këto janë të lutem. Këto janë muhabete, këto janë banalitete. Jo. Dhe programi, të lutem, po flasim për politika, flasim ne për bursat e studentëve. Po flasim për politika konkrete. Çfarë Adriatik, lutem. Ma përfundoj Elisa, duhet të kemi publicitet. Flasim për politika konkrete. Po. Programi i Partisë Socialiste, le mos besojmë te emri apo te tjetri, ka një pikë shumë qartë, që është ndryshimi i natyrës së ekonomisë shqiptare. Ekonomia shqiptare deri tani, se u fol përpara për emigracionin, për privatizimin, është bazuar te
emigracionit, te lekët që vinë, te tregu i erët, pra punët që gjejnë njerëzit pa paguar ato sigurimet shëndetësore, dhe te këto burimet të ardhuras, dhe te privatizimi dhe koncesionet. Pra shitja e pasurive, jo krijimi i vendeve të punës. Të ndryshoj natyra e ekonomisë shqiptare që të rinjt mund të punësohen. Si? Duke u bazuar te një ekonomi e cila tërsinë e burimeve natyrore të veta i përqendron te prodhimi në vend. Jo te privatizimi dhe koncesionet. Ke prodhimin në vend absolutisht edhe fare. bukën do kthehemi ta prodhojmë në vend. Po ç'është kjo më, ç'është kjo? Sa herë që kërkohen politika strategjike për mos të shitur pasuritë pandërore për një cop bukë që u jepen 5 njerëzve dhe ku vuajnë 95 të tjerë, thonë që do ta kthesh në atë kohë. Jo, më jo. Të ndalet kanë vërtetuar që shteti është të ndalet sistemi i cili ligjet i bën sepse do të vjen dhe sistemin e deformon në mënyrë të tillë që të përfitojë një grup i votën kur rrit gjithë tjerëve. Publicitet do të kemë pas pak kjo fjalën, mos u largoni. Ja, të lutem, se kemi hyrë drejt për drejt. Se s'du me konsumu këtu. Çfarë pyetje do të bëni, se kuptoj? Të punën e liderëve atan. Do e bëj tani, po të më lini ta bëj debatin në mënyrën time do ta bëj. Do t'i kërkoj ndjes, në fakt se kam një zonjush në Korçë, është Arsidesa Hysi, mi mbroma Arsidesa është përfaqësuese e LRI-s në Korçë. Mi mbroma e ke ndjekur debatin, besoj. Të kërkoj ndjes si u lidhën vonë, po këta të Tiranës nuk të lënë radh. Përshëndetje. Besoj se e ndjeni dhe ju andej në përrethe, që këta Tiranës janë të gojës, janë më afër lidhjeve me liderët, apo jo? Dhe ne mundohemi të jemi gjithmonë më pranë edhe kryeqytetit, normalisht. Ne kemi dëshirën dhe guximin të ecim më shpejt përpara. Si organizoheni ju në Korçë? Si LRI? Ne në Korçë mund të them që jemi vetëm forum rinor që funksionojmë dhe kemi aktivitete dhe bëjmë pjesën më aktive të qytetit, normalisht. Pasi këtu në Korçë është një traditë dhe një kulturë e veçantë mund ta krahasojmë nga gjitha qytetet e tjera, gjithashtu për ne është pozitive sepse kemi shumë të rinj. Të rinj sepse kemi një universitet që ka shumë deg dhe kjo është pozitive për ne, por misioni i Lëvizjes Rinore për Integrim është që të shkojë në çdo pjesë të qarkut të Korçës. Edhe në fshatrat më të thella, pse jo, ne kemi antarët tanë të Lëvizjes Rinore për Integrim që punojnë për të kontribuar që rinia shqiptare të jetë më aktive dhe më energjike me politikat e saj. Që të mos flasim me terma të përgjithshëm, lëm rinin shqiptare, merrem pak me rinin tënde që ke aty në kontroll dhe theme. Çfarë kontributi i jep organizimi brenda LRI-s i të rinjve që vinë aty? Po, Lëvizja Rinore për Integrim, çfarë kontributi japin? Po, ne si Lëvizje Rinore për Integrim në Korçë kemi qenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme, si aktivitete kulturore, ashtu edhe politike. Aktivitete këto të ideuara dhe të hedhura në program vetëm nga Lëvizja Rinore për Integrim. Ne kemi qenë aktiviteti fundit që kemi bërë, ka qenë krijimi më i bukur për gjimnazistët, që ka qenë një konkurs. Do një ndihmë të madhe si keni dhënë komunitetit me krijimin më të bukur. Është një mënyrë për promovimin e vlerave artistike. Ne si të rinj duhet të promovojmë këto vlera dhe Lëvizja Rinore për Integrim e ka bërë këtë dhe ka dhënë mundësinë me rastin e 100 vjetorit që jemi vitin jubilar të pavarësisë, ne kemi dhënë mundësinë të rinjt të hedhin në letër idetë e tyre dhe me një shpërblim simbolik ka qenë pozitive, ka pasur shumë impakt, le të themi, ose motivim. Arsidesa duhet jesh për Tiranë nesër, besoj? Po, se të kam mbajtur gjatë sonte. Për ta mbyllur, a keni ju një model në politikë kur ju vetë personalisht apo të rinj që janë në grupimin që ju drejtoni, përfaqësoni aty? A keni një model, a keni një, s'po e them idhull se është fjalë e madhe dhe bën mirë të mos kemi idhull pak në këtu, kështu e mendoj unë, po model në politikën shqiptare, që do doni t'i ngjani, do doni t'i afroheshit? Ne realisht mundohemi që të ecim në rrugën tonë, pasi ne jemi të rinj dhe nuk bjem dakord me politikat çfarë bëhen tani, ne kërkojmë dialog, kërkojmë bashkëpunim dhe duam të ecim më shpejt drejt një Shqipërie sa më të sigurt. Pra, nëse nesër do t'jeni ju në pushtet, është e sigurt që do të ketë debate midis dy liderëve kryesor, do të takohen me njëri tjetrin, nuk do jetë lajm që japin duart. Jo, nuk do jetë as pak problem për ne. E urojmë të jetë kështu. Faleminderit që ndërhyre sonte tonë. Do bëjmë gati dhe lidhjen e drejt për drejt me Elbasanin, ku është gjithashtu një tjetër i ftuar, Vangjel Rangja i Freshit. Elisa, nuk e di nëse regjia kam gati ta përshëndes dhe njëkohësisht ta falenderoj që
priti në këto momente që të bëj lidhja e drejt për drejt në këtë emision, në këtë debat gjatë, më thonë që në Facebook ka filluar komentet dhe debatet për këto që keni thënë ju sot dhe që nuk kemi thënë ndoshta ose ato që u përpoqëm t'i hapnin, po për shkak se ka pasur shumë tema për të diskutuar, i kemi prekur, dhe kjo lë të kuptohet se ka një urit televizive dhe urit publikut për fytyra të reja, për protagonistë të rinj, dhe në fakt unë nuk e di nëse ju e pa titullin, po ka qenë protagonist, të rinjt janë protagonistë apo fasade politikës. Kështu që edhe titulli ka ngacmuar deri diku për të sill atmosferën ose për të hapur debatin. E kemi gati Elbasanin? Sa po regjia apo i gatit të më njoftoj atëherë që e kemi. Adriatik kishte një ndërhyrje që parë dhe kërkoi fjalën me ngudh, ndërkohë që tani e ke fjalën. Po, e kam fjalën. Ne duhet ta ulim në debatit në hallet që ka për ditë rinia shqiptare. Po. Ne nuk mund të flasim për koncesione nafte apo privatizime të mëdha, të cilat janë tagër dhe diskutim ndërmjet liderëve politik. Ne si rini duhet merremi me problematikat e rinisë. Dhe unë po ju them. Jo. Aty burrojnë hallet. Po, dhe unë po ju them. Sot rinia shqiptare. Po pra, le të mbaroj, o zonjush, po se e zonjush do të thotë na më presësh fjalën. Ne po themi që rinia shqiptare nuk është vetëm rinia e Bokut dhe rinia e Tiranës, apo rinia e Durrësit. Rinia shqiptare është dhe rinia e fshatrave më të lartë, dhe rinia e Kalas së Dodës, Tabzatit, Vermoshit, ku diun se çfarë në 4 vendet, në të 4 anët e vendit. Pra rinia shqiptare, ja po ta them unë, kryetarët e komunave sot që japin ndihmë sociale ose bursa për familjet nevojë ose për studentët që vinë në Tiranë, i ndajnë këto te fëmijët e këshilltarëve të tyre. Po kjo është e turpshme. S'është kjo e vërtet, po le ta gjykoj publiku që na ndjek. Sot rinia shqiptare ka problematika jetike. Gjithë kryetarët e komunave bëjnë. Jo të gjithë. Jo. Po kush e bën? Kush? Në shumicën e komunave të vendit, në shumicën e bashkive të vendit. Kush se kemi probleme me pushtetin qendror, kemi probleme me pushtetin lokal. Mos ta ndërprisni, le ta çojmë deri në fund. Se unë tani ne kemi probleme me rinin në zonat kufitare. Unë siç u thash jam i djalë i lind dhe i rrit në një zonë kufitare, edhe pse atje realisht duhet që mes i Shqipërisë. Në Sarand, po them, rinia shqiptare, rinia sarandiote joshet me pensione nga ana e shtetit grek, ndërsa shteti jon shqiptar edhe atë bursë që i takon ja jep djalit të vllajt të kryetarit të bashkisë, nuk e kam për këtë që është tani se nuk e kam informacion të saktë, po flas për rastet e kaluara apo këshilltarëve të tyre dhe çi lën këta. Që versioni lën këta rinisë shqiptare në zonat kufitare? I lën versionin urreja dveun dhe vazhdo prano ofertat e atyre që na kanë pushtuar, e atyre që na kanë synuar. Çfarë do të shumë ju si po e morët? Ne, po kishit 51%. Ne do e nisim duke kërkuar një kombëtar javë për javë të hënën në shkollë. Duke ngrit flamurin kombëtar, duke dhënë abetaren falas, është turp sot që nuk jepet abetarja falas. Jo, ja ta them. Çfarë do bëjmë? Jo ta them. Jo, po bëjmë emisionin tjetër çfarë do bëj atë. Të lutem, Vangel një mbrëma. Elbasani është gati. Përshëndetje, Vangel Rangja, kryetari i Freshit në Elbasan. Vangel, cili është organizimi më i fundit që keni bërë si Fresh në Elbasan? Dhe kur ka qenë ai? Po, ne të dëgjojmë. Po. Mi mbroma mirë se ju erdhe pjesë e bisedës. Nuk e di nëse keni koment nga çfarë ke dëgjuar dhe si jeni organizuar ju aty në Elbasan, si Fresh. Atëherë, në radhë të parë, mi mbroma, faleminderit për ftesën. Neve në Elbasan, forumi rinor i Partisë Socialiste është i mirë organizuar. Në qytetin e Elbasanit ka rreth 700 të ri të antarësuar në Partinë Socialiste dhe në forumin rinor. Në rrethin e Elbasanit janë afërsisht 1500 të ri të angazhuar në forumin rinor. Në datë takimi i fundit që neve patëm, që në datë 13 tetor, në ambient të hapur, ku të ri ishin afërsisht 1600 të ri, dhe që një manifest, që një fest shumë e madhe, dhe besoj se ka ngelur mbresa, sepse ka qenë një nga takime më të mëdhaja, që është organizuar nga të rit në qytetin e Elbasanit. Për çfarë ishin të mbresat? Jo, të dëgjoj, po nuk kuptova mbresat. Çfarë u arrit në takim? Urdhë? Përveç pjesëmarrjes, çfarë tjetër u arrit në takim? Atëherë, në atë takim u arritur që të gjithë të rit nuk janë vetëm për punë politike, nuk janë vetëm për ushtar dhe për të ngritur pankartat e flamurët të partive, por janë dhe për të gëzuar me njëri tjetrin dhe për të bërë qef me njëri tjetrin. Para me ishte kryetari i
FRPD-s, dhe me aq sa dëgjova para 2 javësh ka pasur një takim FRPD-ja, por i them vetëm diçka që në Elbasan FRPD-ja nuk ekziston fare. Tani që iku, a i ma thua këtë? Duhet kështi qenë të dy në studio. Ato të rrit që janë të FRPD janë falë dhunës dhe falë obligimeve që drejtorët e shkollave, pedagogët e universiteteve i marrin dhe i sjellin nëpër mitingje, nëpër festa, ndërsa Forumi Rinor i Partisë Socialiste është thjesht me bindje për një ndryshim të madh, sepse këtu në Shqipëri me këtë lloj klasë politike që neve na drejton, që neve e kemi në sipër, neve nuk mund të ecim. Nuk mund të shkojmë drejt Bashkimit Evropian dhe nuk mund të kemi të ardhme për veten tonë. Dakor, faleminderit Vangel, faleminderit, nuk kam shumë minuta, falenderoj që u bëre pjesë e debatit. Rezarti ka një ndërhyrje të shkurtër. Bashkimit Evropian. Urdhëro? Po shkojmë fatikisht drejt Bashkimit Evropian. Të paktën këto 7 vjet e fundit sa hapa përpara e kemi bërë krahasim me ku ishim. Sepse e tillë është procedura e Bashkimit Evropian. Kam një pyetje, kam vetëm pak minuta, por për panelin, nëse arrini të na përqendroni në 1 minutë e gjysmë, doja dalim edhe me kohën televizive. Përmendi diçka që vetëm duhet ta theksoj 30 sekonda. Ta çështjen e drejtorive, nxënës dhe studentë që nxiren në rresht me zor. E tha dhe ju pak më herët, kështu që është me vërtet e turpshme që vazhdojnë të vijnë në radhë të rinjt sikur janë aty, sikur janë turma, apo sikur janë dele. Të ndali praktika Elisa, të lutem, më lejo ta përfundoj. Kam një pyetje për panelin dhe do doja që të kishte një forumet organizohen në bazë të dëshirës. Më doja nis me ju, Syropali. A keni ju, e pyeta pak më herët edhe zonjën nga Korça, a keni një model në politik? A do të guxonit ju sot, apo të gjithë anëtarët e panelit, t'i bënit kritika kryetarit partisë suaj, mënyrës se si po qeveriset, mënyrës se si organizon partia? Ju si të rinj, çfarë fryme çonin politik? Absolutisht po. Freshi ka treguar, jo vetëm tani, po ka treguar historikisht që në Partinë Socialiste nuk ka qenë një forum i cili ka mbajtur vetëm pa karta, ka ulur kokën dhe ka ndjekur në rresht kryetarin, apo ka thënë fjalë të kryetarit. Përkundrazi, ka qenë një forum i cili ka prodhuar shumë të rinj të suksesshëm, ka qenë një forum i cili ka lobuar për të rinjt brenda Partisë Socialiste edhe jashtë, ka nxjerrë shumë figura politike, ka pasur përfaqësim shumë të madh dhe vazhdon ende të jetë një forum i cili edhe brenda Partisë Socialiste është një motor zhvillimi. Ne kemi patur kemi debate të vazhdueshme brenda Partisë Socialiste. Unë jam anëtare e Asamblesë Kombëtare si e zgjedhur dhe si kryetare e Freshit dhe kam folur edhe në Kongres edhe në Asamble Kombëtare për çështjen e përfaqësimit të trinjve. Brenda forumit kemi patur debate, kemi paraqitur alternativat tona, kërkojmë përfaqësim më të madh. Vazhdimisht, debatet tona janë bërë shumë herë edhe publike, kanë dalë edhe në media. Shumë herë janë tjetërsuar, është tjetërsuar për mbajtje atyre debateve dhe paramore. Me liderin, apo ka qenë tepër klanet brendshme brenda Freshit se sa debati drejt për drejta? Nuk ka qenë debati kundërshti që mund keni pas me liderin. Nuk ka qenë debati im me liderin, është debati i natyrshëm që duhet të ekzistojë në një parti demokratike midis një grupi që kërkon të përfaqësohet, një grupi që ka sigurisht më shumë autoritet, më shumë pushtet brenda partisë, më shumë përfaqësim dhe është një dialektik normale për ta çuar përpara edhe një forum edhe një parti politike. Ktu është ndryshimi që kemi ne. Ne bëjmë zgjedhje për të qenë vendet që jemi. Unë jam zgjedhur për të qenë kryetare e Forumit Rinor Eurosocialist. Nuk e di sa nga këtu janë zgjedhur. Ke një model në politikën shqiptare që do të pëlqente? Që e pëlqen? Unë nuk kam qef të them emra, sepse kjo i ngjan idhujtarizimit të një personi apo të një tjetër. Modeli im është një. Është modeli i politikës fisnike, i politikës së ndershme, i politikës me karakter. Jo i modeli i pamundur. Jo, politika shpesh në për kafene kudo, thuhet që politika është profesion i servilëve, është poshtëve atyre që përfitojnë. Unë nuk besoj të kjo. Unë nuk mendoj se gjithë politikanët janë njësoj. Unë besoj se ka ndryshimi dis njerëzve. Dhe pikërisht këtë duhet sjellin të rinj, të organizohen bas të frymës, dëshirës, vokacionit, meritës tyre, dhe jo në bas të përfitimit dhe mbi të gjitha jo sepse i vën rresht tjerët. Faleminderit. Adriatik, ke modele dhe i bën ndonjëherë kritika kryetarit? Normalisht që bëjmë diskutim, debat dhe kritika njëri tjetrit. Po ti thuash, zoti Spahi, unë mendoj që e keni gabim këtu. Kjo nuk duhet bërë kështu dhe ky qëndrim që ne mbajmë. Po, rasti i fundit është ka ndodhur. Po. Ka qenë rasti i fundit për festat e 28 nëntorit, cilin ne kemi debatuar diçka brenda në parti, në forumet drejtuese të saj dhe
Nuk është se unë kam kundështu atë... Dhe si u bë? Si çdonte kryetari apo si sugjeruat ju në fund? Si shta shumica me votë. Tani, qofse shumica voton si kryetari, nuk është problem i Adriatikut ose i partisë. Tani, modeli që unë kam në mendjen time është modeli njeriu që thotë karriget janë të përkohshme, kauzat janë të përjetshme. I njeriu që dorëzon çelësat e zyrës dhe njeriu që nuk vuan nga sindromi i kotu komanis. Unë uaqaj hawin, drejtuesve të forumit PD-s dhe PS-s, uaqaj hawin, sekretari i Partisë Demokratike erdhi në pushtet në 92-shin me idenë se do sillte demokracinë, ka 22 vjet që nuk i hap rrugën njeriut. Atje në PD është, do vazhdojë 22 tjera. I votuar. Po, ne Kuqezin do sjellëm një gjë ndryshe. Ju nuk do e votoni, do e emëroni. Ne e kemi në statut kufizim mandatesh. Edhe presidentin, edhe presidentin, lutem. 16 vjet kryetari i CDU-s gjermane. Se u djegë vërteta, më. Se vërtet më vllai, është vërteta juaj më. Lutem, ta mbaroj se harxojmë kohë, është minutazh. Po pra, minutazh, po. Të ftuar që duhet mbarojnë. Po. Po thosha që ne e kemi të kufizuar me mandatin jo më shumë se 2 mandate me statut. Pra 4-8 vjet. Le të jetë ky biri perëndis 8 vjet në profesionin e vet në shtëpi ku doj. Dhe un po u them diçka juve. Jo, un po u them diçka juve. Nesër nuk e di nëse e keni marrë vesh, por në Këlqyr festohet dita e çlirimit të Greqisë. Domethënë imagjinoni, nesër në Këlqyr disa paramilitar grek vinë të festojnë festën e çlirimit të Greqisë, sepse zoti Sali Berisha dhe me konsensin e tërë spektrit politik u dha dhe u krijoi kushtet për vareza grekësh në vijin imagjinare të Vorjo Epirit. Po në qoftë se nesër nuk i ndalon shteti shqiptar, policat shqiptar, neonazistët grek në kufi të jeni të bindur se ata do i ndalojnë Kuqezin në Këlqyr. I mirëpresim nesër të gjithë banorët e zonave përreth, të gjithë qyteteve dhe trevave të Shqipërisë të vinë të i bëjmë ball mungesës së shtetit. Që u bë si platformë mitingu partian. Endrit, shkurt të lutem. E di që do ju marr pak nga koha tani, po s'kam më. Ideja është e tillë që modelin politik ka shumë, dhe janë shumë modele që transmetojnë një politikë pozitive, por ne do të ndjekim modelin një politike larg konfliktit. Qytetarët shqiptar, të rinj shqiptar janë të lodhur nga konflikti, janë të lodhur në këto vite nga një politikë e vjetër e cila prodhon vetëm konflikt dhe i ndan në skajë qytetarët. Ne do të ndjekim politikën e bashkëpunimit në të mirë të Shqipërisë, në të mirë të rinisë së vendit tonë. Dhe kjo politikë mund bëhet më së miri nga të rinjt. Nga ne të parë tu do të fillojë bashkëpunimi me njëri tjetrin, që të reflektoj pastaj edhe në programet tona, të reflektoj pastaj edhe në punën e gjithë së bashkut. Ky është modeli më mendoj unë për qytetarët shqiptar dhe modeli më mirë për rinin shqiptare. Duhet bashkëpunim. Më duhet të bëj një replikë të vogël. Jo, nuk e ka për replikë. Është në mbyllje emisioni, duhet të flasë Ilir. Po çfarë replike tani është? Modeli i tij është në fundit, nuk është modeli juaj. Kështu që të lutem, Ilir. Në lidhje, pyetja juaj kishte 2 pjesë, mos gaboj. Po, ishte modeli dhe a bëni kritika, a keni ju jeni kaq i hapur ose dhe kaq i drejtë për drejtë dhe kaq kurajos se ti bëni kritika liderit aty brenda? E para, kjo besoj u pa dhe në studio sot me mendimet e gjithë secilit, se si mund të mendojmë dhe se si mund të mendojmë në mënyrë kritike. Dhe të ngrem ato problematika të cilat mendojmë si nevojiten më së tepër në shoqërinë shqiptare në mënyrë jo demagogjike dhe propagandistike. Për sa i përket eksperiencës personale, mund t'ju them me plot bindje që absolutisht që bëhet debat, absolutisht që ka ide të ndryshme, dhe fakti që përforcon këtë është që kryetari jonë ka ikur nga pseja pikërisht për shkak të autoritarizmit që gjeti aty, dhe ky është një fakt shtesë që e përforcon këtë. Pa dashur ty në replika, do me thënë thjesht për e marrë si shembull. Nuk ka replikë. Absolutisht që modeli politik të cilin personalisht aspiroj, mos ka ikur për ca gjëra të tjera. Jo, lutem Elisa, se nuk e serojmë dot tani. Modeli politik që absolutisht aspiroj është modeli politik anglosakson, modeli i një politikani i cili ka përveç vokacionit dhe pasionit për politikën, ka pasionin për ndryshuar gjërat, ka pasionin për ndryshuar gjërat nga brenda, sepse gjërat mund ndryshojnë ose me revolucion, me djegje, me turma, dhe kjo është model tashmit e kaluar në koha, ose mund të ndryshojnë brenda sistemit. Nuk mund të ndryshojnë gjërat as si shoqëri civile, të jemi koshiem, do me të shoqëria civile ka një impakt jashtëzakonshëm, por që ndryshojnë gjërat nga brenda, është futesh brenda sistem. Dhe të arrish që me njerëz të cilët kanë fizionomi të njëjtë, kanë qasje të njëjtë, kanë formim të njëjtë, kanë si thua pasion të njëjtë për politikën dhe për të ndryshuar gjërat në këtë Shqipëri,
ku jetojmë të gjithë bashkë, të arrim të ndryshojmë. Përsa i përket asaj që a bashkëpunojnë të rinjt, a duhet bashkëpunojnë, unë mund t'ju them, bashkë me Indidin kemi qenë, është formuar forumi i mbar shqiptari i forumeve rinore, lidhja mbar shqiptari i forumeve rinore, ku organizojmë takime herë në Prizren, herë në Preshev, herë në Tiranë, pra është një hap shumë i mirë përpara për të demonstruar një politikë civile, një politikë qytetare, edukat, qytetare në vlerë dhe në etikë. Dekor, faleminderit, Rezan. Për të plotësuar dhe gjithaj lirë, lidhja e forumeve shqiptare është formuar nga një iniciative FRPD-s bashkë me forumin Nord PD-s, po kam përshtypjen që vërtet e kam përfunduar kohën tani. Modeli dhe hapësira, demokracia që keni brenda forumit ku ju veproni, por edhe brenda partisë të forumit tuaj. Hapësira për të bërë kritika, për të thënë që lideri bën dhe gabime, ose do donim të vepronte ndryshe. Ekziston apo jo? E para punës demokracia nënkupton Adriatiku. Nënkupton votën. Adriatiku është partia e re, duhet ta kuptojë akoma institucionin e votës, nuk e ka kuptuar. Po e struktura. Jo, unë di që kam votu, po ma kam vjedh. Kjo është e bukur. Jo, të lutem, brenda partisë një herë, pastaj flasim. Rezart, po. Atëherë të rinj duhet futen dhe duhet marrin pjesë politikë për të bërë këtë ndryshimin. Hajde të hymë, për të bërë vlerën politik duhet të jesh shumicë. Nëse nuk ke shumicë, nuk ke vlerë. Do të ngelesh pakicë, ke drejtën e fjalës, ke drejtën e kundërshtimit, por vlerën e ka gjithmonë shumica. Brenda partisë lejohet kundërshtosh, lejohet kritikosh, por për aq kohë lejohet po ndodh? Ndodh. Unë kam goxha debate tashmë me kryetarin tim të forumit. Nuk na shkakton asgjë. Forumit, partisë duam të dimë. Kryetari im është kryetari i forumit vëlla. Ti ke kryetarin e partisë, unë kam një kryetar tjetër mbi vete. Problemi nuk është vetëm këtë debati, problemi është në fund fare të debatit duhet kuptojmë që fiton ai që ka shumicën. Të rinj duhet hyjnë të merren në politikë që të krijojnë shumicën brenda partive që të kenë mundësi të ndikojnë në politikë bërje. Kjo është ajo që ne kemi bërë nëpërmjet forumit rinor. Kemi hyrë në Partinë Demokratike, kemi krijuar shumica aty ku kishim mundësi dhe ku kishim pjesëmarrje të rinjve, dhe në fund fare faktet vërtetojnë që gjysma e kryesisë përgjithshme të Partisë Demokratike është e përbërë nga ish anëtarë të forumit rinor. Po se ka edhe 2 vjet që s'mlidhet ama. Jo, nuk është e vërtetë. Këto i ke gabimeve. Zgjedhjet forumin rinor janë bërë në 2009, bëhen prapë 2012, kanë debatet kota. Dhe modeli politik është ky. Kontribojmë të gjithë, duke kontribuar të gjithë, duke bërë shumicë kemi mundësi të ndryshojmë politikën, të ndryshojmë gjithë ato gjëra që për mendimin ton janë negative ose që mund të jenë më mirë. Faleminderit. Pra ka edhe gjëra negative, si ishim vetëm gjithmonë. Në zhvillim. Do ishim pak të verbër, po të thonë që do thonë që jemi perfekt. Kam një sondazh, edhe pse s'kam minutazh dhe bëj publik, që e bëra në faqen e Tonight Ilvatare, a duhet kenë më shumë rol të rinj brenda partive politike, dhe është në mënyrë plebiscitare përgjigja një po e fortë që nga mbi 96% duhet jetë, pak jo, shumë pak jo lexoj tek përgjigja e sondazhit. Ju falenderoj shumë për vëmendjen të nderuar televizionist, ka qenë një debat i nxehtë, por dhe interesant. Unë uroj dhe besoj se bashkohemi me pjesë më të madhe të qytetarëve që po na ndjekin në këto momente, që të rinj të kenë një ditë të afërm, ndoshta pushtet, por dhe lutem njëkohësisht që të mos sillen si të vjetrit e tyre. Natë më mirë.